për gjitha të mbarë. Mi mbroma të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri në ciklin e emisioneve objektiv, si çdo ditështune në orën 9. Dhe sot jemi rikthyer një teme me interes të veçantë për opinionin publik. Pra, në një farë mënyre jemi rikthyer mundësisë të institucionalizimit të opinionit publik në Shqipëri. Pra, të kemi qytetar të ndërgjegjshëm, të kemi individ të ndërgjegjshëm për të kërkuar të drejtat e tyre, por sigurisht dhe përgjegjësitë e tyre. Ne sot do të diskutojmë për në një farë mënyre për lëvizjen mjaft, e cila padyshim është në informacionin tuaj, në përformave të ndryshme që kërkon të institucionalizojë protestën qytetare. Këto do ta shohim në disa këndvështrime, sigurisht duke reflektuar nëpërmjet të ftuarve si ka funksionuar kjo lëvizje mjaft për t'ju ndërgjegjësuar ju për të detyrat tuaja, për përgjegjësitë tuaja, por jo vetëm kjo, sigurisht, nuk mjafton vetëm një lëvizje, e cila në një farë mënyre në vëmendjen tuaj ka ardhur si një lëvizje qytetare dhe vullneti jonë është si e tillë të funksionojë deri në fund, por do ta shohim edhe nga shoqëria, pjesa tjetër e shoqërisë civile, do ta shohim edhe nga media, padyshim në konceptin administrativ të ndërtimit të shtetit, pra jemi të gjithë pjesë përbërëse e shtetit, nuk është vetëm klasa politike, të cilës padyshim të gjithë kemi rezerva dhe vazhdimisht i shtjellojmë ato, por do i kthehemi edhe në një moment të caktuar edhe rinjison idealiste, të cilët do ta sjellim me një dimension të veçantë. Pra, fillojmë me prezantimin e të ftuarve për debatin e sotëm publik. Do ta filloja me Genti Ibrahimin, Koalicioni Antikorrupsion, do vazhdoja me Artur Çanin, gazetar i njohur, drejtues i emisionit Icebergëve së fundit, drejtues i emisionit Xhungël, do vazhdoja me Sokol Berberin, Koalicioni Antikorrupsion, do vazhdoja me Lutfi Dervishin, kryeredaktori i Gazetës Albania, do vazhdoja me Besian Beshën, Lëvizja Mjaft, funksionari Lëvizja mos gaboj, do vazhdoja me zotin Bardhi Kadiu, antar i bordit të Lëvizjes Mjaft, do vazhdoja me Erion Delian, që është një nga drejtuesit e Lëvizjes Mjaft, më të njohurit. Dhe do ta mbaroja me zonjën Milva Ikonomi, përsëri bordi i Mjaftit. Pastaj do doja që në vëmendjen tuaj edhe nëpërmjet regjisë, të sillja edhe panelin e dytë, janë disa vajza dhe djemt të një gjimnazi Petronini mos gaboj, në cilët ka një interes të veçantë për të diskutuar në plan të dytë. Atëherë, unë do doja që në informacionin tuaj të vinte çfarë ka bërë Lëvizja Mjaft nga emisioni i fundit që kemi diskutuar në këtë studio dhe deri më sot në funksion të sensibilizimit të opinionit publik për të institucionalizuar protestën qytetare. Do doja nga Erioni një panoram të shkurtër të këtyre muajve pune. Faleminderit. Lëvizja Mjaft lindi si një tranzicion që ndodhi nga fushata Mjaft, ajo që ishte një projekt 4 mujor, në cilin u mobilizuan në shumë forma ndryshme qytetarët shqiptar. Vetëm që ky tranzicion e ka kthyer në një lëvizje, ajo që pam është nga kontaktet me njerëzit, nga pritshmëritë që arritëm të perceptonim nga njerëzit, ishte që nuk mund mbaronte këtu. Ajo që njerëzit thonin është që Mjafti bëri shumë gjëra të mira, la shumë gjëra pa bërë, disa gjëra mund të bëheshin akoma dhe më mirë, dhe kjo punë nuk mund ndalet. Prandaj kemi kaluar në atë që quhet nga fushata Mjaft në lëvizjen Mjaft. Çfarë kemi bërë konkretisht? Janë një seri gjëra, ajo që ishte më e fundit ka qenë pikërisht një fushatë e re që këtu vendosun. Ka qenë pikërisht një fushatë për fuqizimin qytetar përpara kohës së zgjedhjeve. Konsistoi në një tur që u bë në 11 qytete të Shqipërisë, në dallim nga shumë debate publike që bëhen me kandidatët dhe ndoshta një gazetar, menduam të bëjmë diçka ndryshe. Nëse themi të fuqizojmë qytetarët, atëherë le të lëmë gazetarët jashtë për një moment, edhe kamerat, dhe le të sjellim 5 apo 6 kandidatët e një zone të caktuar, e një bashkie të caktuar, dhe t'i vëmë këta përpara një ballafaqimi me 400 apo 500 qytetar të vërtet votues, që ata e dinë ku përkon çështja asaj. Vërtet qytetar. Jo, në krahasim me një publik më të gjerë që nuk është detyrimisht interesuar, sepse nuk voton në atë bashki caktuar. Këtu e kisha fjalën. Pati dy dimensione, një dimension për qytetarët në moshë, një dimension për votuesit e rinj. Sa për këtë javë, një nga aktivitetet që kryem ishte orientimi i studentëve të viteve të parë të Universitetit të Tiranës, të Vlorës,
edhe të Korçës. Ajo që perpleksoheshim gjatë fushatës mjaft, ishte pikërisht kjo një stereotip, ose ndoshta dhe tepër i vërtet, që studentët shqiptarë nuk janë të organizuar, mungon një sens bashkimi, mungon një sens mobilizimi për gjërat që u shqetësojnë, janë ndoshta konformist. Dhe se sa ta linim çështjen në atë retorik, tham, çfarë mund të bëjmë që të japim këtyre studentëve një identitet, që të ndjehen një gjenerat, që të ndjehen që mund të artikulojnë dhe të organizohen. Prandaj në këto 3 universitete organizohen dhe quhet orientimi i studentëve të vitit parë. Ajo që kuptuam që studentëve shqiptarë mungonte një mirëseardhje kur vinin bankat e shkollës dhe ndërmerrin këtë aventurë edhe këtë sfidë të universitetit, mungonte një lam të mirë dhe një përqafim teksa largoheshin dhe i bashkoheshin asaj pjesë të shoqërisë që tashmë është ingarnuar në kohë plot me jetën. Orientimi ishte shumë i thjeshtë, ishte në formë të disa trajnimeve intensive që bëmë gjithë studentët vitit parë, ku jo vetëm u dham një hartë të Tiranës, atyre që nuk e dinin, me adresa, jo vetëm u treguam se ku janë ato vende që u interesojnë Tiranë, por u mësuam dhe cilat janë drejtat e tyre, derisa shkon kufiri i përgjegjësisë dhe detyrave që ata kanë si nxënës. Se si mund të apelojnë në kohën që e drejta e tyre shkelet, se si mund të bëhen pjesë aktive një shoqërie që po ndryshon dita ditës, si mund të organizohen në mes tyre. Dhe kjo është një nga aktivitetet e fundit. Pastaj në shkallë vendi kemi organizuar disa aktivitete disi më të vogla me grupe qytetarë saktuar, si aksione pastrimi, aksione të ndryshme të lëvizjeve vullnetare. Nuk e di se sa detaje kërkon nga. Dakor, janë mjaft lëvizje, agent e ngjeshur, por sigurisht unë duke lexuar lëvizjen mjaft si një risi në jetën publike shqiptare, sigurisht nuk jam i kënaqur me këtë lëvizje. Unë kam bërë dhe një anketë, kam pyetur njerëzit, sepse në një farë mënyre, për t'i thënë prapambetes së shoqërisë shqiptare, duhet lëvizje mjaft, duhet lëvizje qytetare. Dhe unë e kam menduar, këtë lëvizje, unë personalisht mund ta diskutojmë në disa nivele, ndoshta unë gaboj, si risi në lëvizjen qytetare dhe në thënie mjaft prapambetjes shumë dimensionale të shoqërisë shqiptare. Kjo që thatë ju, në një farë mënyrë, në këndvështrimin tim, është jetës zakonshme e NGO-ve të ndryshme, të cilat ekzistojnë prej vitesh në shoqërinë shqiptare dhe bëjnë në dimensionet e tyre, ndoshta të sjellën dhe përfaqësuesit e koalicion antikorrupsion, bëjnë ti. Unë e kisha menduar shumë më të thellë, unë personalisht, jo rastësisht në ftuar dhe bordi këtu. Unë sigurisht, nëse pranoj të jem bordi një lëvizje kaq të madhe, detyrimisht kërkoj të jap edhe mendimin tim, kërkoj të dimensionoj, e bëj praktikisht në një NGO është quar për mocionet e ndryshme që kanë ngritur në Parlamentin Evropian për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë, për çamët e Shqipërisë, së fundit do ta ngrej edhe në Parlamentin Evropian dhe çështjen çame. Do të thënë, emrin tim sigurisht e kam hedhur në këtë lëvizje për të diçka nga pjesa ime ta bëj faktive. Do doja nga bordi i lëvizjes mjaft. Gjithë kjo iniciativë, të gjitha këto që tha Erioni, që padyshim janë të rëndësishme në dimensionin e tyre modest, a e ka ngrohur bordin, se me sa di unë, ka mjaft personalitete në këtë bord. E ngrojnë bordin këto për një lëvizje kaq të madhe qytetare, domethënë nga fushat në një lëvizje qytetare. Kush të doj nga ju të marrë fjalën? Në fakt, kur erdhëm erën e kaluar dhe ndam këtë idenë e fushatës mjaft, ne tham pikërisht të gjë, domethënë që në atë bord atje janë disa personalitete, disa persona, disa njerëz, të cilët besojnë tek ndryshimi, dhe besojnë te ndryshimi që fillon pikërisht nga ndryshimi i njeriut. Edhe gjëja më e rëndësishme që diskutohet në atë bord është që nëse ne duam të ndërmarrim veprime të mëdha brenda territorit të Republikës, ato fillojnë nga shqiptarët që jetojnë në territor. Dhe duhet të bindim shqiptarët për të qenë gati për të bërë ndryshime, ta fillojnë nga vetja ndryshimin. Dhe pikërisht e kjo gjë, elementet që janë në bord besuan se mjafti, unë disa herë thosha, në ndanim me të gjithë bashkat e idenë që mjafti është diçka që qëndron në ajër, sepse na takon të gjithëve, është një lloj gjë që ne duhet ta frymëmarrim për ditë, i themi mjaft plot problemeve që ishin të lidhura me situatën ku jetonte vendi dhe janë të lidhura me situatën ku jeton vendi. Ndërkohë, ka një element të rëndësishëm që duhet ta diskutojmë, domethënë, sa gati janë këta djemë të rinj
për të ndërmarrë çështje që janë madhore dhe për të ndërmarrë çështje që nuk janë madhore. Sepse edhe këtu duhet ta shikojmë, edhe në këtë dimension duhet ta shikojmë problemin. Unë fakt nuk po flisja për çështje madhore, unë flisja për institucionalizimin e protestës qytetare. Unë mund t'ja sjell në informacion, ndoshta është edhe tuaj, një grup të rinj të cilët janë pasjush, që nuk përfaqësojnë për vetveten, kanë organizuar një protestë qytetare në mbrojtje të së drejtës së të jetuarit. Pra të djalin e ri 18 vjeçar, të cilit u mor jeta sepse shkonte për një jetë më të mirë në Greqi. Dhe ata djemë që janë pas aty dhe ato vajza që janë pas, pa asnjë institucion, duke kërkuar dikujt, i lutem regjist të ma shoqëroj fjalën me manifestimin pranë ambasadës greke, kërkuan në mënyrë qytetare europiane, ti thonë mjaft shkeljes së të drejtave të njeriut qytetarëve shqiptar në vendin fqij. Unë kujtoj Besiani, mos gaboj, ka qenë në një emision timin, ku i kisha ftuar të përfaqësonin mjaftin dhe kërkuam që ti themi mjaft shkeljes së të drejtave të njeriut në të drejtave të shqiptarëve në Greqi, emigrantëve shqiptarë në Greqi. Dhe vetë Besiani i kërkoi 2 eurodeputetëve italianë që ishin të ftuar këtu, i kërkoi 3 deputetëve të parlamentit shqiptar të bëjnë ç'është e mundur për të thënë mjaft këtyre gjërave. Dhe unë mjaftin nuk po e lexoja në këtë këndvështrim, domethënë unë nuk po e lexoja mjaftin me protesta të tilla qytetare, të cilat janë europiane, në konceptin filozofik të mosbindjes civile. Në këtë plan do doja që unë po të isha pjesë e bordit, do kisha kërkuar nga kjo lëvizje që ka një dimension shumë të madh publik, të ishte më aktive, ndoshta jam gabim, mund ta diskutojmë. Okej, ju keni të drejtë të kërkoni nga bordi, shumë mirë. Edhe kjo është një gjë qytetare. Është një gjë shumë e drejtë të kërkoni nga bordi. Por gjëja që unë shikoj, që duhet ta dimensionojmë diskutimin tonë është që mjafti është një model. Mjafti nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet e protestës që do ekzistojnë në Shqipëri. Në qoftë se janë këto djem që kanë protestuar, mund të jetë dhe frymëzim mjafti. Dhe gjëja është duhet të ja ti pyesim djem. Po, Rubin, fjala për ty. Mund të thuash si erdhi ideja e kësaj proteste, si funksionoi? Rreth parë, the officers to what I present to me, në lidhje me shënimin e zënës shkollës Petroninë. Në të vërtetë janë këta 4 këtu që shikoni ideatorët fillestar të këtij aksioni, që në vetvete përfaqësoj, mendoj unë, aktin e parë të pastrit mosbindjes civile në shoqërinë shqiptare. Unë isha thjesht i ftuar dhe ndihmës asistova. Momentalisht unë mendoj, unë kam qenë i përfshirë në lëvizjen mjaft si një pjesëtar stafi, ndërkohë që pa çka se jo pjesëtar stafi, unë akoma qëndroj për ato ideale në të cilat besoj. Edhe besoj që arrit mbaj pozicionin e aktivistit social freelance. Nuk e di sa shpjegohem këtë. Po. Në lidhje me këtë protestë. Shqip që të lexohet më qartë, i lirë, pra jo i organizuar, po. Aktivisti social të pavarur. Mënyra si lindi spunteja, ne menduam në lidhje me faktet e fundit që kishin ndodhur, në lidhje me faktin që ka 12 vjet që histori të tilla përsëriten, me forma nga më të ndryshme, të lidhje me faktin që çdo shqiptar që ka pas të bëj me kufirën grek ka pasur probleme dhe precedentet e veta, qoftë ky për turizëm, qoftë ky për emigracion, pa marrë rastet e ilegalizmit që kanë kaluar në keq trajtime nga më të ndryshme. Duke përmendur edhe zotrin 68 vjeçar që humbi shpretkën nga dhuna e policisë greke, dhe për më shumë për faktin që nuk ishte një reagim institucional, meritonte që gjithë kjo çështje të kishte një reagim qytetar. Reagim që e morin në mënyrë drejt për drejt matë këtij manifestimi. Mënyra se si ndodhi, ne u organizuam me format tona me postera modesta 4 të fotokopjuar. Ndihemi kënaqur që protesta jon pati mbështetje nga aktivistët e fushatës mjaft, sigurisht ishte edhe Besi aty që ishte prezent, edhe një ndihmë teknike nga ana e fushatës mjaft. Financiare apo teknike? Urdhroni? Financiare apo teknike? Teknike, para megafoni që unë mbaja në dorë ishte, domethënë, i facilituar nga, i thjeshtësuar nga fushata mjaft, dhe një ndihmë financiare për të shënfishuar postera. Dhe gjithashtu ngroi prezenca e Besit vetë si antari fushatës, një staf, gjithashtu edhe e disa tjerë që janë aktivistë të kësaj lëvizje. Megjithatë, ajo që doja të saksoja ishte që sepse pa çka se nga komentet, jo për të pasur diçka kundra, sepse është komentuar vende si një aksion i iniciuar nga fushata mjaft, kjo jo për të pasur diçka kundra, më shumë se sa për të qenë korrekt, kjo ka qenë një lëvizje pastër qytetare, një organizim spontan qytetar, për
për cilën ka gjetur edhe një mbështetje nga fushata mjaft. Drejt. Kjo do ishte koment. Modeli i fushatës mjaft, po funksionon. Unë shikoj të gjë të... Unë lexoj, se unë në përgjithësi në profesionin tim kërkoj përveç të drejtave të individit dhe përgjegjësitë e individit. Unë në momentin që e morë vesh nga Erioni, më njoftoi Erioni për këtë protestë qytetare, njoftova zotin Çani, i cili ka pasur një qytetar që i ka kërkuar mjaft fjalë, po hajde të protestojmë në një nga emisionet e tij, organizova trupën dhe sigurisht isha të vetë. Isha vetë pjesëmarrës në këtë. Domethënë, unë në këtë plan do doja përveç të drejtave të individit, përgjegjësitë e individit. Pra, kjo është një lëvizje e cila ka një dimension shumë të madh publik. E do ishte mëkat në konceptin tim të degeneronte dimensionin vulgar të NGO-ve të tjera, cilat nuk ekzistojnë shifra për të patur. Unë do të ndërpres fjalën, më falni shumë për një gjë, domethënë, që dua ta përforcoj. E para është që mjafti vjen si një lëvizje qytetare, domethënë mjafti ka kaluar fazën e tij të parë të qenurit dhe është bërë pak më prezent në shoqërinë shqiptare, sepse është ndruar nga një fushat në një lëvizje. Gjëja e dytë që unë dua të them është që mjafti do të protestojë për gjërat që janë madhore në vend, por natyrisht nuk mund të protestojë për të gjitha. E rëndësishme shumë do të jetë që mjafti të jetë një shembull që mund të ndiqet. Atë gjën që bën mjafti duke protestuar për varfërinë, atë gjën që bën mjafti duke protestuar për drejtat e njerëzit, atë gjën që bën mjafti duke protestuar për gjakmarrjen, të ketë dhe të tjerë individ ta marrin dhe ta sjellin në agjendën e tyre personale. Pikërisht të gjë që thoni ju. Por ne nuk mund t'i kërkojmë mjaftit që të bëjë të tëra gjërat që mund na lindin ne në mend për të protestuar. Interpretimin tim, para njëherë, me ju referuat interpretimin tim nuk lidhet fare me këndvështrimin tuaj. Unë thash përgjegjësitë e individit. Unë thash bëj pjesë në një bord të një NGO-je tuaj dhe kam vendosur gjithmonë që kjo NGO të ketë, domethënë në objektivet e saj, pjesë nga vetvetja ime. Dhe këtë e kam bërë. Domethënë ju referova, thash emrat të cilat janë në mjaft, janë shumë signifikant, kanë mjaft influencë në shoqërinë shqiptare. Nuk pas asnjë prej tyre në këtë lëvizje, që pas ka marrë frymëzimin nga mjafti. Dhe unë ndjeva keq. Në këtë plan qofse unë ndjeva keq sepse isha i vetëm dhe më morë mua policia si organizator, më njanoi, më kërkoi shpjegime. Në këtë plan unë ndjeva keq se nuk ju pata ju. Ju vetëm unë thash dhe në emisionin tjetër. Unë sigurisht e shoh që domethënë ideja edhe e rikthimit në debat publik është që kjo lëvizje qytetare të mos vdes, të mos dimensionohet, kam thënë dhe Erionit, por sigurisht Erionit nuk mund t'ia kërkoj në këtë formë siç e mund t'ia kërkoj bordit i profesion, jo vetëm rinin shqiptare, pjesën idealiste dhe jo idealiste, por profesion më shumë, profesion ndërgjegje në shoqërinë shqiptare, në konceptin tim. Ndërkohë, unë do t'ju them dhe diçka tjetër që me thënë, ju duhet shikoni dhe një situatë tjetër, të qenurit apo jo prezent atje, nuk do me thënë që nuk i thua mjaft atij fenomeni, se unë as nuk ju pata juve në Shkodër. As ju nuk jetë me mua në Shkodër. Po sigurisht, pas njoftoj njëri, pas e kur e morën vesh. Unë nuk dua të përgjigjem me këtë gjë, po ndërkohë do me thënë të jesh prezent atje apo jo, kjo nuk ka të bëjë fare, beson apo jo me çështjen. Dhe nuk mund t'i kërkojmë bordit që për të gjë që bën mjafti, të jetë bordi prezent në aktivitete, është e pamundur. Ndërkohë duke pasur një bord të tillë aktiv, ju keni parë penën e Mustafa Nanos që shkruan, ju keni parë çështjet që mund të ngrej Juli Hoxha në disa borde të tjera ndërkombëtare, ju keni parë gjërat që mund keni parë Ervin Çulin që ka thënë diçka për mjaftin, ju mund keni parë, nuk më vjen një emër tjetër tani nga bordi, mund keni parë që kjo çështje mund ketë në agjenda të tjera të organizatave ndërkombëtare, sepse ka disa njerëz nga bordi që bëjnë detyrën e vet. Prezenca apo jo në një fushat mjaft si në këtë rast, apo në një lëvizje mjaft që mund të kthehet në të ardhmen, nuk do të thotë se nuk është çështje e personaliteteve të bordit. Unë këtë dua ta theksoj domethënë se sigurisht, vetëm se unë e shoh handicapin në shoqërinë shqiptare, sigurisht dhe në profesionin tim, e shoh që fillon nga ndërgjegjësimi i opinionit publik për të bërë aktiv. Dhe unë në organizimin e shtetit, shoqëria civile ka një detyrim moral ka këtij handicapi, siç ka dhe media që pranaj është shtuar dhe media. Edhe unë këtë gjë e kam kërkuar zotit Dervishi 1 vit e gjysmë përpara. Çfarë përgjegjësie ka media që nuk kemi opinion publik të realizuar? Dhe sigurisht këtë përgjegjësi do ta diskutoj edhe me ju. Çfarë përgjegjësi fojë? Artur, unë sinqerisht përshëndes në pjesëmarrjen tënde në protestë. Uroj që të jesh model për gjyqëtarët shqiptar. Armando që ashtu e di fare mirë, erdhi në zyrën time, më kishte shkruar një email përpara disa ditëve, ndërkohë që unë isha në Puk edhe në Kukës me atë karavan që po tregoja, që pavarësisht nga interpretimi, e gjykuam të vlefshëm që ata qytetarët kishin atë lloj shanse dhe isha në atë vend ku isha.
Dhe në atë moment, na u kërkuan ndihmë me pak financa për shumëfishim, të ndihmë teknike dhe ndihmë që të thirreshin pedagog dhe nxënës të fakulteteve të tjera. Këto e bëm. Ai sa na kërkua u bëm. Pra, përshëndesim juve si protestues, uroj që të ketë sa më shumë qytetarë aktiv, përshëndesim ata si organizator, dhe ajo që kërkoj është kjo që nuk do të kishte kuptim vënia modeleve, nëse do të fillojmë të bëjmë apelin për kush ishte në një protestë apo në një tjetër. Sipas punëve që janë organizuar, e kemi organizuar në një mënyrë të tillë që të kemi një pjesëmarrje ke tepër drejt. Dhe ajo që në momentin që do të kemi mundësi të tjera të bashkohemi, ajo që ka përcjell media ka qenë pikërisht kjo, që u përka nga aktivistët e lëvizjes mjaft. Dhe unë për këto jam shumë krenar dhe nuk do ndjem keq në asnjë moment të kësaj bisede. Sa për bordin, është ajo që tha Milva, se cilin e kemi angazhuar. Ka njerëz bordi që jetojnë jashtë. Mos harrohet që mos ta shikojmë mjaftin vetëm me ideja ime ishte që më lejo ta mbaroj. Ajo që disa vizioni mjaftit nuk është vetëm ajo pjesë, prandaj le mos ta shohim shumë ngushtë. Ka qenë ringjallja e esensit vullnetarizmit që kemi bërë në më shumë se disa raste. Ka qenë përmirësimi i imazhit të Shqipërisë, si dëshmitar i publicitetit pozitiv që është gjeneruar për Shqipërinë për këto. Mos harro raporti i fundit i OSBE-s përmendi mjaftin si një ndryshim pozitiv nga anketimet dhe nga shumë gjëra që ishte i vetmi faktor që u përmend nga shoqëria civile. Nuk po thu lavdi. Ajo që po bëj është kjo, që kemi ndarë punët për të punuar për disa funksione të ndryshme. Ndërto është rehabilitimi i sensit protestës. Sa herë që këta djemë dhe vajzat të trokasin dorën tonë dhe do kërkojnë ndihmë, do t'u japim. Ajo që them, faleminderit që na u bashkove dhe eja të bëjmë punë më përpara. Ajo që duhet them dhe diçka të fundit. Ky vend ka shumë probleme, saqë këtu në këtë vend ka vend për gjithë. Ka vend për më shumë vullnetar, ka vend për më shumë protestues, ka vend për më shumë angazhim qytetar në shumë fusha, ke shumë të drejtë. Por le mos i qellojmë në ballë një iniciative të re, një iniciative të mirë, një iniciative që ka vërtet shumë pa kohë, që po përpiqet. Ajo që do të ishte shumë pozitive do të ishte, e di çfarë, si mund t'ju bëhemi krah, si mund t'ju ndihmojmë, si mund të bashkohemi. Po bëjmë, prandaj u ftoj se ka mendime pse i bëni faktor, për shembull kur kanë ftuar njerëz për të marrë pjesë, ka dhe mendime ndryshme. Ideja është që unë dua të jeni faktor. E thash dhe në emisionin, unë personalisht mund të ngel solist. Atëherë ajo që po ftoj është kjo, javën tjetër po gjenerojmë, jemi momentalisht duke përpiluar një peticion kombëtar me shumë pika rreth këtij fenomeni. Duke qenë se kemi disa struktura që kanë më shumë kapacitet për të formuluar peticione të tilla dhe për të angazhuar dhjetra dhe qindra njerëz në gjithë Shqipërinë. Ajo që unë do thosha nga kjo bisedë është na u bashko, sill dhe ti kontaktet e tua, eja ta bëjmë atë peticionin, eja ta bëjmë atë protestën dhe përpara qeverisë shqiptare, se ajo ka mban shumë përgjegjësi për heshtje. Pra, ajo që sugjerimi im është le të mos i shkulim pendet njëri tjetrit, është një ditë përpara zgjedhjeve, dhe kjo është një ndër pak gjëra që nuk është angazhuar politikisht. Dhe ajo që po them është se sa ti shkulim pendet njëri tjetrit, eja të bëjmë krah, të japim dorën njëri tjetrit, na ndihmo dhe ti me atë që do ndodhi javën tjetër. Falenderoj, sigurisht që do ju jem krah në konceptin qytetar. Atëherë do doja zoti Kadiu, duke qenë pjesëtar i bordit, duke qenë informuar për gjitha lëvizjet e bordit, duke përfaqësuar dhe vetveten në këtë. Ju kur ka dimensione të tilla për shembull që vritet një valë 16 vjeçare, ka rastësia ka sjell që ka përkuar me emisionin e shkuar për lëvizjen mjaft dhe është kërkuar nga institucioni, nga lëvizja qytetare si mund të mbështetet ky individ i lirë që i ka thënë mjaft në mënyrën e tij, ka paguar me jetën e tij këtë thënie mjaft asaj situate që është në provincë, edhe ka shumë të tjera në provincë, të cilat bëhen pre trafikimit thjesht për të shpëtuar situatën si do të janë. Ju si e shikon, e ndjeni veten i ngrohtë plotësisht për çfarë po bën kjo lëvizje qytetare dhe ju si antar i bordit, a keni? Personalisht është pak e vështirë që të formuloj një përgjigje që të mbuloj edhe opinionet edhe mendimet e antarëve të tjerë të bordit. Unë mund të them vetëm se çfarë mendoj personalisht. Mjafti është një nismë që për mua ka sjell një model të ri të organizimit të shoqërisë civile me pretendime ambicioze ndaj vetes për të ngjallur sens proteste, për të mobilizuar mendim apo dhe angazhim oponent ose opozitar. Ose mendimi opozitar është shumë i gjerë se një parti politike apo se një forcë politike. Kështu që unë veten e kam gjetur shumë mirë tek
fillesat e mjaftit dhe mund të kemë pasur rezerva pse s'është bërë më shumë, por kur nuk mund të mendoj që nuk ka bërë atë që ka qenë në synimet tona personale, kur jemi bashkuar. Unë mund të kem më tepër ambicie, por unë mund të kujtoj persona të tjerë të bordit që mendojnë që janë edhe më agresiv në protestën e tyre, secili nga ne jemi rreth 10 veta, mos gaboj anëtarët e bordit, secili nga ne ka përvoja personale, karakter të ndryshëm, edukim të ndryshëm. Nuk mund të presim që të gjithë të kenë të njëjtin mendim për suksesin ose mangësinë tek mjafti. Unë për vete e quaj sukses, por për vete do doja të ishte edhe më tepër. Diles, kjo çfarë kam bërë? Mund ta konkretizosh më tepër, si mund të ishte më tepër? Si mund të ishte më tepër? Po të marrë një shembull, nëse ne do kujtojmë fillesën e mjaftit, ishin çdo 2 javë ne kishim një çështje. Se fokusoheshim, orientoheshim, përqendroheshim në një nga çështjet, le të themi dhuna në familje ose dhuna ndaj grave. Dhe do ishte më fuqishme nëse të gjitha organizatat e grave, organizatat e qeveritare që ekzistojnë prej vitesh dhe që kanë qenë nga më të ushqyerat nga donatorët në fonde, të ishin edhe më aktive, ta donin mjaftin si formë dhe të bashkoheshin në ftesën që i bëri. Nga ana tjetër dhe vetë mjafti ishte edhe më presues dhe më nxitës për të gjithë aktorët e tjerë të shoqërisë civile, qofshin mediat apo organizata, apo edhe individ, personalitete, njerëz të njohur publik, që t'i bënte pjesë televizje, siç mbaj mend rastin me suksesshëm ka qenë në Shkodër, kur marshimi i organizuar nga mjaft pati personalitete dhe përfaqësues nga politika dhe nga arti, të cilët bën të tyren, megjithëse nuk arritën dot të transmetonin të njëjtën, le të themi, drithërim ke qytetari Shoderan që u habit kur pa për herë të parë një në Tiranë dhe proteston për gjakmarrjen. Mos e fakmarrjen, por aty u gjet vendi më i përshtatshëm për ta realizuar formën tonë protestës. Kjo është pak a shumë, por është pak e gjerë të thuash nëse është sukses në çdo tentativë, në çdo pjesë që guxohet. Unë për vetë do pretendoj gjithnjë më tepër. Dhe shpresoj që në momentin që është kthyer në lëvizje të arrit që edhe ky siç e shpjegoi Erioni është moment tranzitor, domethënë akoma po riformulohet. Do mendoj që do mund të gjenim edhe më tepër nxitsa për pjesëtarë të tjerë ose forma të tjera paralele, sepse nuk ka pse nuk jam shumë dakord me atë që ju ngrini si institucionalizim. Nuk ka pse të kaloj çdo gjë nëpërmjet mjaftit. Koalicioni shqiptar kundër korrupsionit është një formë tjetër e protestës. Artikuj, gazete që publikohen. Kjo bëhet për vitesh, Bardhi. Unë kujtoj një debat të zotit Çani me 3 nga protagonistët e opinionit profesionist, njëri është në bord, zoti Nano, i cili ishte dilemën, mund ta diskutojmë këtu. A vlen të denoncojmë korrupsionin, mund të flasim me zotrin, a vlen të denoncojmë prapambetjen, kur në fundit nuk kemi gjehonën e duhur të punës sonë. Prandaj, detyrimi moral, padyshim nuk ka më shumë se sa detyrim moral. Në këtë lëvizje që në një diapazon kohë kaq të shkurtër, mori kaq rëndësi publike, do ishte mëkat nëse do degeneronte më keq. Megjithatë, nuk është të thonë, puna është që bëjmë oponencën që mos ndodh kjo. Shihni shenja të degenerimit se nuk po e kuptojnë ndoshta. Jo, ideja sigurisht nuk tha të degeneroj fola në të ardhmen, nëse dëgjuat formë e foljes që përdora. Ideja është që të ndodhë të institucionalizohet lëvizja qytetare me protestë dhe jo vetëm me publicitet. Po. Faktikisht ajo që po bëhet dhe ajo që po bën lëvizja mjaft pikërisht kjo, domethënë, dhe sensi i protestës ngjallë, unë do të jap disa shembuj se si është ngjallur ky sensi i protestës. Në shumë raste nuk bëhet publicitet mbi këto gjëra, në shumë raste media nuk i fokuson sepse janë gjëra që lëvizin vetë poshtë. Së pari doja të theksoja, eri përmendi seminarin e orientimit të studentëve të vitit parë dhe unë doja të theksoja që i gjithë ky seminar që u bë për orientimin e studentëve të vitit parë u bë lëvizja mjaft kishte rreth 50 aktivist vullnetar, pra gjithçka ishte një aksion vullnetar, i bërë në mënyrë vullnetare dhe studentët e viteve të treta, të katërta që kishin shumë eksperiencë rreth shkollës, rreth Tiranës, rreth mënyrave dhe strukturave si funksiononte, u shpjeguan, i trajnuan në një farë mënyrë mbi atë që do të kalonin për 4, 5 apo 6 vitet e ardhshme ata të mjekësisë, dhe nga ana tjetër i trajnuan edhe mbi aktivizimin rinor dhe aktivizimin studentor. Pra, u treguan këtyre të rinjve që sapo erdhën që shkolla e lartë përveç mundësisë që juve të edukoheni në shkollën e lartë, ju jep edhe mundësinë që të jeni aktiv, të bëheni qytetarë më të mirë, të ndihmoni në jetën sociale dhe në jetën studentore. Nga ana tjetër, unë do të thënë, ne kemi filluar organizimin e klubeve studentore mjaft
Dhe ka ndodhur shumë gjëra që nga momenti, ka gati 10 ditë që ka filluar organizimi i këtyre klubeve studentore dhe që nga ky moment ka ndodhur shumë gjëra. Unë do të thoya që të martën, në një mënyrë krejt e pavarur, studentët, 10 studentë të klubit studentor mjaft në Elbasan kanë një takim në rang rektori dhe dekanësh në Universitetin e Elbasanit, ku do t'i parashtrojnë atyre disa kërkesa që kanë në lidhje me mos mirëvajtjen e procesit të mësimdhënies aty, si dhe probleme studentore të cilat duhet të zgjidhen, dhe gjithçka kjo është në një formë të organizuar. Nga ana tjetër, tashmë klubi studentor i Fakultetit të Shkencave Sociale, duke parë se ka një mangësi të theksuar te godina me furnizim me energji elektrike, ka paraqitur në mënyrë individuale, ka paraqitur një kërkesë pranë keshit, në mënyrë të tillë ku i kërkohet që godina të furnizohet me energji elektrike. Të njëjtën gjë që po bëjnë studentët e Elbasanit, do ta bëjnë studentët e Gjirokastës ditën e njëjtë, të cilët edhe këta do të bëjnë një takim duke paraqitur. Do të thënë, ky është sensi protestës dhe është kështu se si unë e shoh pra. Këta njerëz në mënyrë të pavarur, thjesht duke inspiruar nga mjafti, duke inspiruar nga idetë e mjaftit dhe duke kërkuar mbështetje teknike, mbështetje morale, ndoshta një mbështetje të vogël financiare që lëvizja mund të japi, ashtu siç bën djemt dhe vajzat për protestën. Pra pikërisht kjo mendoj se është filozofia e mjaftit dhe mendoj se është e arritur dhe sa kohë që të kaloj dhe sa kohë që njerëzit, sepse unë shoh një gjë, unë flas me student, flas me të rinj ditë për ditë, dhe që të gjithë e shohin mjaftin si një shtys. Ai studenti, kur unë kam trajnuar studentët e vitit të parë, ai studenti i vitit të parë vinte dhe 2 ditë të para, kur ne nuk e kishim bërë akoma seminarin e nëntimit, me të vërtetë thoshe që kjo është Tirana. Domethënë, unë erdha këtu, do vi në shkollë dhe do shkoj në konvikt. Kaq është shkollë e lartë. Ndërkohë që kur jep atij mundësinë që shiko, ke mundësi të antarësohesh në organizata, ke mundësi të bësh diçka për të mirën e Shqipërisë, ke mundësi që të ndihmosh anët sociale të këtij vendi, atëherë kjo mendoj se do ta shtyja të drejt aktivizimit. Nuk duhet ndonjë çudi. Po pse ju mendoni që një student i vitit parë që vjen në Tiranë, kur ju thoni ju se në çfarë organizatash ka mundësi të futet dhe ku të kontribuoj, ai thotë që kjo që nga Tirana? Jo, atëherë ky student në momentin që nuk e di dhe nuk ka asnjë informacion rreth mënyrës se si mund të aktivizohet, është shumë e sigurt që s'ka për të aktivizuar kur dhe do t'i kalojë ato 4 vite në një vakum, është njësoj sikur s'ka ekzistuar të shkollat. Në një moment që t'ja jep trajnimin, të cilët në një farë mënyrë e mbushin jetën sociale të studentëve përveç studimeve, aktivitetet ka patjetër, janë kafenet, janë pubet, janë të gjitha këto forma. Ka dhe forma të tjera. Nuk ka të drejtave të njeriu të studentëve. Ka dhe forma të tjera. Ama shtysa dhe trajnimi që ne i bëjmë mbi aktivizimin rinor, është pikërisht kjo shtysa që i nxit që si sot që janë studentë, si nesër që do jenë qytetarë, do të fillojnë punë si intelektual, do të fillojnë punë në vende të ndryshme, ta të jenë qytetarë aktiv. Pra, qytetaria aktive fillojnë që nga bankat e universitetit. Shiko, të bëjmë një ndryrë dhe në tjerë, me qënë se të mënë në bërë 3 qare kore që jemi këtu dhe akoma nuk e di lutje, le dojë gjithë librin apo jo. Domthon, ideja ime është kjo, se këtu tash po themi shumë gjëra, po rrapim shumë muje, po vim shumë vërdall. Unë do isha shumë më konkret me pyetje. Po ju e mendoni që ky mjaft e ka arrit efektivitetin, është bërë dikushi që unë ta di se kush është? Unë po bëj një pyetje. Ju mendoni që për qytetarët e Tiranës aktiv, një nga të cilët unë mendoj që jam, unë e di se kush është Mari? Domethënë, e di unë se kush është Bordi që ju po flisni këtu ka gjatë? Jo. Prit, ta zgjeroj pak më tutje. Domethënë, i di unë pse bëhen aktivitetet e mjaftë. Unë kam qenë i ftuar në Shkodër, ka që keni bërë ju. Nuk kam ardhur, e dini pse? Sepse më duk vetja shumë keq kur më ftuan. Unë më thanë përpara një antar i bordit tuaj që nuk ka rëndësi të thonë të kush je, sa që shko të bëhet një aktivitet kështu për gjakmarrje në Shkodër, meqense ti ke bërë një emision për gjakmarrje, ke qenë kështu do vish, patjetër më tash po më thonin çik më gjë, çfarë do bëhet që të di dhe unë për çaj, për sfirë, për qysh. Një ditë të dielën, në mëngjes mojnë telefon, shiko tha në orën 8 nisemi aty ke universiteti me autobus, do ti më çfarë do vish? Të shkuam, në Shkodër pra se bëhet ajo për mjaftë dhe ajo. Po më duket e habitshme që unë mund të jem kaq numëror topi që ti në fuzësh Marsin dhe unë të vizëm në Shkodër. Dhe prandaj nuk erdha. Dhe kjo nuk nga ndodhur vetëm këtu, do nga ndodhur disa herë tjera. Jam habit pak nga kjo gjë, për shembull, lexova diku, më duket te koha jon një shkrim kur nuk do ketë mjaft për mjaftin. Një antar tjetër i bordit tuaj më nga thënë ditë e parë që do organizoj mjaftin.
Por e dhaj, disi është punën të ashtë i bordit, atëre nuk e dje, ishte më të arre, shikaj, disi ka arë punën për t'i thonë mjaftë, saj mjaftë, dhe kur letohe shkrimi më ngujtu. Po pse e thësh më në ti? Po thë që unë se marrë vesh, të kryojët një lëvizje tjetër mjaftë, ta është tanë hoxha që është ka jota, është edhe Bart Kadilit që është ke po ajo. Se marrë vesh, ta me 5 karta luet në gjithë Shqipërinë. Unë që po prapë më ngacmoj në këtë për ta realizuar më mirë këtë gjë. Ore, mos vërtet po lymi bixhoz me 52 letra, që duhen shtu ca maca të bëhen ca më shumë. Përgjigjem unë një gjë. Nuk kërkoha përgjigjem, unë po i shtoj për... Do me sa nuk i kam për të përgjigjur ti, po të përgjigjem për dialogun që do bëjmë debatin, që po hapin. Qa ke përfituar ti nga mjafti, unë nuk e di. Mund të pyesën ty. Di gjë për mjaftin, mund të them unë, mund të bëj... Kam kërkuar që të di gjë, jam përpjekur të mësoj nga interneti qa është mjafti, qa kam kërkuar njerë, kam quar dhe njerë, jam abonuar këtë mjafti, kishte një atje, dhe nuk nga ardha asë një gjë ka e-maili im. Po s'ka rëndësi kjo, mund t'jetë një defekt tjesht e imi. Ka shmundësi dhe ajo se që dukojmë që t'ka çdo javë, prandaj jam i sigurt që dhe prasaj thash edhe jenë, nuk thash që është bërë Kastile që mund nuk s'djellë. Por, do më po të them dhe njerë, kam 3 ditë që kërkoj të ujë, do të më gjej pak kush është bordi, që ta di si është të organizuar. Dhe akoma nuk e kam marrë vesh. Jo, me siguri duhet ta kesh parë, sepse turi ka një letër tonën, ku janë 2 bordet, nacionali dhe internacionali. Unë e di shumë mirë që kemi marrë të emisioni tjetër. Ti atë letrën e ke në dorë se ta kemi dhënë. Unë sigurisht, atë letrën nuk më janë emrat e shënuar atje, atë tërë emrat e nacionale. Padyshim që janë përgjithur zoti Çani, ata që cilët janë publik dhe unë ju referova. Me këta emra që ndëgjojnë dhe me këtë bord, unë nuk di. Po, duhet kuptojmë një gjë, domethënë, mjafti ishte një model sensibilizimi. Ne kemi një shoqëri që themi që shoqëria shqiptare ka këtë shkallë njohje të fenomeneve dhe këtë shkallë edukimi, që në disa debate tjera, rreth këtyre divanëve apo në tavolina tjera, është thënë që është e prapambetur dhe ne kërkojmë pikërisht. Unë di si është puna mua e keqja këtu që më vjen këtë punë është kjo. Do unë nuk mendoj, ndoshta e kam gabim, ta shtoj që në Shqipëri njerëzit sensibilizohen dot nga 10 vjet. A mund ta vazhdoj diskutimin të them një gjë të parën, domethënë, mjafti bëri një fushat sensibilizuese dhe që janë 8 tema të mëdha, që janë tema të agjendës kombëtare dhe ndërkombëtare për Shqipërinë. Dhe unë nuk po i përmend të teta se ju me siguri dini sapo i tham ato. Pasi mbaroi kjo gjë, mjafti nuk ekzistoi më, ose nuk do ekzistonte më për të qenë prezent, sepse mbaroi detyrën e vet funksionale drejt publicizimit dhe drejt të ndërgjegjësimit të publikut. Natyrisht që mjafti pushoi për këtë detyrë, por nuk pushoi se qenuri si mjaft. Dhe bordi u mblodh dhe tha, dëgjoj, ne jemi tha kaq vetë, pra jemi një 8, jemi si shumë pak. Mjafti duhet bërin çik më shumë, domethënë sepse vërtet është e vështirë të gjesh njerëz të njëjtë, të bësh të njëjtë të bashkë, që pastaj fillojnë të luftojnë për një gjë. Po në Shqipëri ka shumë shanse për të bërë të njëjtë të bashkë. Dhe mbase nuk ka aq shumë në Tiranë sa ka në përrethë. Dhe ndërkohë që nga ky moment, bordi vetë fillon të reflekton që ka disa njerëz që e duan mjaftin fort, por që nuk mund t'japin input drejt për drejt në këtë moment në mjaft. Dhe që e shikojnë veten që mund të largohen nga ky bord. Dhe ka shumë emra të tjerë njerëzish që bordi nuk do jetë një bord 10 veta më. Jo, domethënë e them jo atë kësoj. Unë nuk u nisa nga emrat konkret njerëz. Jo, dhe unë po nuk po. Ajo që nisa unë është kjo. Domethënë unë mendoj, e kam thënë kur është bërë koalicioni kundër korrupsionit. Domethënë tek të cilët kanë patë një ditë njerëz. Po e them sot për këtë mjaftin prapë. Ndoshta inshallah nuk do mbi rasti ta them edhe tjetër. Por unë mendoj që sa më shumë njerëz të jenë pjesëmarrës në një lëvizje, aq më mirë do i bëhet saj. Por ama unë mendoj që të jesh pjesëmarrës në një lëvizje, duhet që në këtë të mos jesh thjesht një copë e saj. Po të jesh interaktiv, të jesh që por ama duke parë, për shembull, për marr Bardhin për shembull, që nga antar i bordit këtu, po është edhe ka ajo koalicioni bile atje, në stadion nuk e di, ka ndryshuar gjë, është funksionar, është që punon atje. Do nuk mendoj që mund të ketë 5 veta gjithsej, 7 veta gjithsej, tan hoxha, tan që ka dhënë bord tu, është edhe atje, ka i bordi që ka do të kuptosh sikur reduktohet shumë, do unë mendoj që kjo një lëvizje e tillë duhet të hapet sa më shumë. Sa më shumë ti dhe mund të hap, do më erdhi mirë sot sepse thash duke parë pak atë faqen e internetit, lexova diku me një shkrim në gazetë që ishte bërë dhe një lloj transparence për fondet që ka përdorur mjafti dhe më në fund më erdhi mirë sepse kur është bërë koalicioni antikorrupsion e kam kërkuar me më të madhen të mundshme. Ka thënë, "Ore, bëjmë transparencë ne që jemi, që ta dimë se kush jemi dhe çfarë bëjmë, që nesër të jemi dot ortak me njëri tjetrin. Se po se dimë çfarë bëjmë nuk e." Ke shumë të drejtë, domethënë sepse pikërisht ky është një shqetësim që ka bordi, që duhet hapet lëvizja, duhet bëhet më gjerë, duhet ketë më shumë prezenca. Këtë po them pra, po si mund të kesh për gjë?
në qoftë se kapemi një lëvizje që vërtet e mirë ajo e gjakmarrjes. Unë kam bërë, kur kam bërë një emision për gjakmarrje, kam bërë të njëjtin gabim që bëtë dhe ju. Që e bëjnë dhe kolegë të tjerë të mitë, për shumë Ankeli, kur ka bërë një, kush është gabim? Unë e kam kuptuar vonë. Ka një gabim shumë të madh. Ne kur bëjmë një emision për gjakmarrje, marrim atat ngujuarit. Dhe harrojmë që viktima është gjetiu, sepse këti që është ngujuar këtu, është vrarë një njeri këtu tjetër këtu. Do në rrimje nuk e ka këtu që ri brenda, e ka këtu që del për jashtë. Sepse përpara këtij kishte ky një që nuk dilte. Dhe duke mos gjetur rrënjën e kësaj, po duke mbështetur sepse lexova gjitha shkrimet që ishin botuar nga mbrapa dhe çfarë ishin thënë atje. Lexova që ne i qajmë hallin atij që është i ngujuar. Po harrojmë që ai që është i ngujuar, dikush nga ata është vrasës. Në kuptimin e vërtetë fjalës, dhe po s'u mbyll plaka ka i tjetri. Nuk mund të kalojnë dot furtë këtu, nuk e zgjidhin dot me atë pastimin që pash para një jave që kishte vajt grye kryeministrit Martinin që u përqafun me atë kryetarin si ka e qerem Spahia që u pajtun gjallë. Një qërem që është atje i gjagjur, më të nga trajnë. Unë kam përshtypjen se është një shqetësimi, do me thënë shqetësimi juaj është dhe shqetësimi bordit dhe është shumë e mirë ideja. është një nga gjërat që mund ta përcjellim shumë mirë në diskutimet e ardhshme. Dakor, zoti Dervishi, po ju keni shkruar për lëvizje, domethënë, dhe opsionet në këtë dritë vështrimi. Nëse duket vetë pak ngushtë në këtë sens, më duket vetë kur ne jemi donatorë tash kemi thrit në llogaridhënie bordin, çka ka bërë. Unë i përkas atyre personave që kam qenë skeptik në fillim për fushatën mjaft, në sensin që kam menduar vazhdimisht që domethënë çdo njeri nga Vermoshe deri në kohën e spoilerëve, ndashta në emigracion nuk ka nevojë të sensibilizohet në sensin që ka korrupsion, ka padrejtësi, ka varfëri, sepse e di gjithë secili që këto probleme ekzistojnë. Jo, ta dinë njerëzit në rrugë, ta thonë në emision. Këtë shqetësim, ky shqetësim është një individi kudo. Mjafton të hapësh telefonin publik dhe ta thonë njeriu më i fundit i shoqërisë. Problemi është shpjegoj skepticizmin tim fillestar dhe pastaj duke menduar që në këtë fushat pati një ndikim, domethënë dhe ndikimin e konsideroj më tepër, po i them kur pash në një emision në televizion që një humorist e mori dhe e përdori mjaft, ose përdor si simbolik. Pati debate, kam dëgjuar që të hapen dhe kafenet, ose bar me të siglën mjaft. Për mua kjo është një gjë pozitive. Domethënë kam një shqetësim tjetër, domethënë më pëlqen kalimi nga faza e parë në fazën e dytë, që është nga fushata tek lëvizja. Domethënë shqetësimi do të jetë se cila do të jetë e ardhmja e mjaftit, jo në një farë mënyrë të bëjmë atë peshorën, domethënë ku ka gabuar dhe ku ka ecur mirë. Fakti që ka ecur dhe është në këtë fazë, domethënë është një gjë për të inkurajuar nga media. Defektet janë të dy anshme, ne dy kërkojmë ndryshimet dhe gabimet në radhë parë nga vetja, në sensin që ç'të keq që ç'të mirë ka bërë media në kontributin për mjaftë dhe ç'të keq që ka pasur. Nëse fillon ndryshimin nga vetja, pastaj çdo gjë më e lehtë. Tek e fundit në Shqipëri është provuar që domethënë ndryshimet më të shpejta, ose qoftë reformat, qoftë edhe ndonjëherë edhe lëvizjet mentalitet bëhen përmes aktorëve politik. Domethënë pyetja që kam pasur me vete, s'kam pas me këta konsultoj gjithë të kohë është, a do mundet kjo lëvizje të kthehet në një forcë politike, në një lëvizje politike, po i themi në 3 vjetet e ardhshme, në 5 vjetet e ardhshme, cilat janë objektivet e nismëtarëve të fushatës e televizit, ku e shohin vetëm pas 3 vjetësh, do të kthehen një forcë politike, po ndërtojnë infrastrukturë, u përmendën klubet, u përmendën qendrat në përrethë, në mënyrë që të jenë më efektiv në filozofinë e tyre. Të jenë më efektiv, po të kalojnë në një mekanizëm që mund të sjellë, domethënë, rezultate më të shpejta, përveç pjesës fushatës së pjesës së lëvizjes. Domethënë, ky është shqetësimi im. Shqetësimi im është çfarë do bëhet. Domethënë, pak rëndësi ka, domethënë, bordi i sotëm që mund të dyshojë nesër, mund të zvoglohet ose mund të zmadhohet. Thelbi është çdo të bëhet në të ardhmen. Dhe këtë pyetje do të shtroja. Si shikojnë veten kjo lëvizje, ky grup nismëtarësh mbas 3 vjetësh, mbas 5 vjetësh, sepse nuk duhet ta mohojmë, domethënë, nuk duhet që t'i kryqëzojmë në një farë mënyre me të patë drejtë. Në media ne kemi atë sloganin që lajmi i mirë nuk është lajm, lajmi i keq është gjithmonë lajm. Në fakti që ndonjëherë nuk kanë qenë më prezent se ç'duhet, do të thotë që kanë bërë dhe shumë dakord. Me këtë që kanë qenë prezent, unë bash vetëm do 1/3 e fondeve aty janë shpenzuar për media. Është tjetër gjë, nëse do bëjmë auditimin. Prezent ka qenë jo pak. Nëse do bëjmë auditimin është tjetër problem. Flas në sensin çfarë ka ngelur në ndërgjegjen e njerëzve dhe shqetësimi
më i madh është çdo bëhet në të ardhmen. Ku e shef veten mjaft në të ardhmen? Po i themi 2005-ën, 2007-ën. Në pjenim tim ose në jantarit fort nuk ekziston në një objektiv për të kthyer në forcë politike, sepse në ky moment do të ishte më qëllimi kullestar me nxitjen e protestës qytetare, me nxitjen e refuzimit të gjendjes në cilën ndodhet vendi ynë. Do të thonë në atë moment do të dilnim tek ata që zvendësojmë shtetin apo institucionet, pra dilim jashtë misionit kullestar. Domethënë në këto zgjedhje që ndruhet në fakt që macja në Sëngjin. Kalojmë dhe mos të krijojmë probleme. Do kalojnë dhe 4 vjet, domethënë prapë kështu do rri, domethënë mjafti, nuk do prononcohet, nuk do kërkoj, nuk do orientoj, domethënë është situatë ti je sigurt për në 4 vjet e ardhshme do kufizohemi shumë se sa në këto 6 muaj, se vetëm 6 muaj kanë kaluar që kur ashtu. Kështu që do kalojnë ai shumë prova zjarri, se vetëm pas çdo prove do duhet të gjykojmë. Tani besoj që kemi kaluar një provë shumë madhe. Mos harro që jetojmë në një mentalitet ballkanik, që të dy e njohim shumë mirë. Nuk është e lehtë sillesh një risi në Shqipëri. Konflikti më i madh në Shqipëri, ky është mendimi im, falni nëse ju ofendoj. Nuk është midis të majtës dhe të djathtës. Nuk është midis një politikan apo një tjetër. Është midis të rrezë dhe të vjetës, midis ta njerëzve që nuk duan ndryshon, që kanë një madje komunizëm, siç thotë një miku im. Dhe ky është konflikti më i madh në Shqipëri. Prandaj, prova të tilla, xhelozia ballkanike, njerëz të pakënaqur, ajo që kemi përkrahur gjithmonë është, na jepni një kritik të shëndosh. E dikush ka qenë kritiku ynë më i madh, e përmendet emrin Enkel Demi, që tani është në bord. Por pati një dëshirë shumë sinqert për të kritikuar. Dhe tha, e di çfarë? Unë sugjeroj që të bëjmë këtë gjë. Në 1 maj të gjithë shkojnë dhe han pula nga liçeni. Nëse mjafti, do blej 1500 qerin, do i nxjerrë aty dhe turproj kryeministrin në mes të ditës, kur njerëzit shkojnë dhe kanë në shtëpinë pa drita, atëherë kjo do ishte këtu do e gjeja vetë. Dhe ai njeri që ka një kritik shëndosh, vjen dhe thotë, e di çfarë, nani dhe muskulin tim, ja se mund të bëhet më mirë. Nëse ndjeni ka një pasur media është në Shqipëri është puna e koklavitur. Ajo që kemi thënë është nëse keni jeni ndjerë të ofenduar, atëherë ktheni paratë që keni marrë për publicitet. Askush ju është kërkuar mbulim në hir të publicitetit. Ajo që kemi thënë është kjo. Në rastin e Gjakmaris, nuk e kapën problemin gabimisht. Ajo që thamë është nuk do të fokusohemi as te ngujuarit, as te viktima. Do të fokusohemi te ata 3 milion të tjerë që rrinë dhe bëjnë se hir. Dhe nëse mbani mend spoti jon thoshte, kaq nuk ka rëndësi sa janë ngujuar dhe sa janë jetim, nëse janë jetike, po duhet kuptojmë të tjerë që 3 milion njerëz janë të turpruar nga një fakt i tillë. Dhe gjithmonë kemi dhënë një dimension. Prandaj, pyesun se ku e kam parë unë këtë që thonë ju. Unë jam një qytetar Tiranës, aktiv tash. Dhe po të them atë të lexojmë tash gazetën Korrieri dhe gazetën Shekulli, që e kanë botuar gjër atë që është atje. Bile gazeta Korrieri po të them ka 3 referime, domethënë çka ka thënë një vajzë, që tash s'e kujtoj emrin, çka ka thënë Mustafa Nano dhe çka ka thënë Enkel Demi. Ndërsa gazeta Korrieri ka çka ka thënë Sabri Godo dhe një personazh tjetër që tash s'e kujtoj emrin. Don i mbaj mend cituar. Dhe këto, në qoftë se një gazetar nuk përzgjedh atë që ju keni pas simbol lëvizjes, do nuk është arritur, sepse nuk është përquar ai mesazh që duhet përçoj. Unë kështu e shikoj të faktën. Ka qenë publicitetin që është bërë pikërisht për Gjakmarrjen, ka qenë për gati 2 javë, gjysmë 3 javë, ka qenë spot televiziv në të gjitha televizionet kombëtare dhe sa televizionet tjera. Kështu që kjo është parë dhe pikërisht fillonte Gjakmarrja dhe në background ishte 3 milion me turp. Ky ka qenë, ka domethënë e kanë parë të gjithë shqiptarët. Dhe unë doja të shtoja diçka tjetër, domethënë, që këtu me sa u fol, lëvizja nuk po kundërshtohet kauza, nuk po kundërshtohet kauza që ne kemi. Pra, ajo që ne kemi zgjedhur, që ne të bëjmë një qytetari më aktive, ne të nxisim protestën, ne të bëjmë më të përgjegjshëm politikanët në anë të kësaj qytetarisë aktive dhe nga ana tjetër ta rrisim imazhin e Shqipërisë në ambientet ndërkombëtare. Se kjo mendoj se është shumë e drejtë dhe nuk mendoj se kjo është një gjë e kundërshtueshme. Është e drejtë, mund të ketë probleme në anën organizative, gjithmonë ka probleme të tilla. Ama unë do kërkoja një gjë sinqerisht, domethënë, jo vetëm nga ju, por nga gjithë shqiptarët që nëse u duket se kauza e mjaftit është e drejtë, atë të vinë jo vetëm të kritikojnë, por edhe të na bashkojnë dhe të na ndihmojnë aty ku shohin se kjo kauzë është e drejtë. Nuk ka rëndësi se kush janë emrat, por rëndësi ka që kauza të ecë përpara. Këtë apel qytetar që ju bë dhe keni gjetur përgjigje, domethënë në këtë studio nuk ka nevojë për përgjigje. Jo. Domethënë në këtë studio në cilën ju jeni, në fakt kjo është politikë redaksionale
e këtij televizioni për të institucionalizuar protestën qytetare. Dhe e kemi bërë tash, unë se dëshiroj që kauza të marrë dimensionin e rëndësisë saj dhe në formë dhe në strategji, pa ju thras prapë në studio. Ndonse dikush thotë që pse i bëni faktor, duke injoruar atë dikush që thotë pse i bëni faktor, ju thres të thunë për të diskutuar së bashku që mos jeni pak, po t'jeni shumë, se ka dhe mendime që ju në përgjithësi jeni pak, ka organizime të tjera të shoqërisë civile të cilat rrethojnë më shumë njerëz se sa ju, ka dhe mendime të tilla, por ju nuk e dëshironi një person të ishte në studio dhe ju më janua për të ballafaquar me gjërat. E ka gabim, e ka mirë, duhet ballafaquar me gjërat. Po, Rubi. Nisur nga pozicioni një aktivisti të pavarur. Problemi im qëndron në këtë, ku jam pak në sistemi rreth parë si qytetar dhe rreth dy si një aktivist, edhe nga debatet të tjera që kam parë që të bën lidhje me mjaft. Rreth parë humbet shumë kohë me gjëra të kota. Rreth dytë, çështjet gjithmonë kanë tendencë të marrin ngjyra personale. Dhe rreth tretë, kritikat më të mëdha unë kam dëgjuar në lidhje me faktorin financiar, që për mua është një humbje kohe. E rëndësishme është gjërat shihen me sy kritik, por jo me sy kritizeri. Domethënë kjo për mendimin tim nuk është një qëndrim civil. Nga ana tjetër, problemi që unë kam me krahun tjetër, me atë që quhet shoqëri civile, unë jam i pakënaqur sepse për mua shoqëria civile HPR është një mekanizëm, ose ajo që quhet shoqëri civile, ajo që unë shoh poshtë, unë shoh një profesion. Shoqëria civile është gjë tjetër. Në mendimin tim, është një qytetari që reagon. Nëse do të bëja një paralelizëm në lidhje me aktivitetin që ndodh, ai që unë si quaj aktivitet që quaj alketën që këndon mes sheshit, ajo ka qenë një akt mosbindje civile, që akoma është një koncept nga i cili shqiptari është shumë lart. Ajo që unë kam në lidhje me këtë është që një aksion që ka zgjatur gjysmore ka pasur shumë domethënie në lidhje me opinionin publik shqiptar, ka pasur shumë domethënie në lidhje me problematikat e opinionit shqiptar, sa pjesa tjetër e publicitetit lëvizje. Si sa pjesa tjetër e publicitetit. Nga ana tjetër, për të qenë objektiv deri në fund, për mendimin tim lëvizja mjaft ka një domethënie shumë të madhe. Për mua në 6 muaj vërtet nuk është zgjidhur një problem. E rëndësishme është që promovuar një koncept. Nga ana tjetër, paçka se organizimin e manifestimit ton, unë nuk do të quaja drejt për drejt të frymëzuar nga ajo që mjafti profesion, paçka se nga mbështetja, më shumë se them që lëvizja jon ka frymëzuar mjaftin që të bëjë atë peticion që po bën tani. Nëse jam korrekt. Nga ana tjetër, unë doja të thoja që si një qytetar, si njeri dhe njëri aktivist, dhe besoj që është edhe mendimi të tjerëve, presim qëndrime. Dhe una është ajo që pres nga lëvizja. Unë jam më së i qartë në lidhje me atë që ka përfaqësuar fushata. Dhe unë jam më së mirënjohës për atë që mjafti ka dashur të thotë. Ndoshta HPR është thjesht një logo për momentin. Ka edhe ajo shumë për të përmirësuar. Ajo që po them, unë jam me faktin që secili atë muskull që e ka, mos ta japi në emër të një lavdie ose në emër, nuk po kërkon asnjëri këtë gjë, në emër të një logoje. Unë them mjaft sepse them mjaftin tim, jo sepse jemi një staf edhe ka një logo. Individuale. Secili ka në individual. M'fali, të mbaroj edhe një fjali të fundit, nëse më lejohet. Dhe pikërisht unë do nxisja, unë të parën si version ato që janë aksionet pavarura. Nuk duhet të kërkojmë një bari. Ne domethënë kemi një akoma nga ajo made in komunizëm që thotë dhe eri, vuajmë për një bari. Atëherë, një minutë, Bardhi. Secili nga ne gjen ato forma që kanë më të përshtatshme me temperamentin e vet, me karakterin, me natyrën e profesionit nga i cili vjen dhe dikush si Rubini ka më tepër ambicie për të bërë protestë, qoftë edhe në rrugë apo ku di unë, dikush tjetër këndon, dikush tjetër ulet dhe shkruan një artikull, dikush bën një ligj, një emision televiziv. E gjithë kjo emision më ngjan pak a shumë si mbledhjet e bordit. Ne diskutojmë me të njëjtin nerv atje dhe u thash, ka njerëz në bord që janë më, le të themi, agresiv, në thonjza, ka njerëz që janë më të qetë dhe gjithë qëllimi ynë është që si do t'i bëjmë ato realitet, ato që kemi si ambicie, si synime për të protestuar. Protesta nuk është gjithmonë të dalish në rrugë. Format janë ndryshme. Forma për cilën ka nevojë shoqëria shqiptare, ajo. Ndërgjegja qytetare shqiptare është realiste tjetër dhe ka vjen nga një tjetër e gjatë. Dhe ne po tentojmë të japim një shembull. Dhe unë jam po aq krenar. Po aq krenar se të po, më jep pyetje po. Ju do u bëj një pyetje lutem. Me nxitjen e protestit, duke fundjesë jashtë radhë. Thotë që qëllimi është të protestojmë, të nxisim frymin e protestës. Okej, themi klasa politike në Shqipëri është kështu siç është, pak naqur, ndryshojnë, zbëjnë etj.
Është formë proteste të vështirë të mos votoni? Apo është formë proteste votoni? Në këtë rast, shëndrim mirë mjaft. Në këtë rast, në zgjedhjet, inkurajon pjesëmarrjen në votime apo? Inkurajon, e ke parë spotin? Pjesëmarrjen në votime, padyshim. Këtë klasë politike. Të mbetet kjo klasë, nuk është të thënë, nuk thuhet që të votosh njërin krah apo krahun tjetër, domethënë. Kur themi që krahët janë, mund votosh edhe letër të bardhë, domethënë. Kur themi që zgjedh midis ujkut dhe çakallit, domethënë. Domethënë është pak e vështirë. Domethënë ka një formë tjetër që thuash mos votoni dhe kjo është një mënyrë, por ne kemi llogaritur që nuk kuptoj temin e kësaj. Ne themi që jemi në këtë gjendje për shkak të kësaj politike që ne ka mbajtur klasa politike të tjerë. Përgjegjësi më të madhe padyshim e ka klasa politike. Përgjigje shumë e thjeshtë. Nëse ke parë spotin që kemi thënë është këtu vendos unë. Fuqia nuk i është vendosur, nuk është thënë o burra të shkojnë votojnë. Ajo që thonë, e di çfarë, krijoni një opinion, pak të kuptoni që nuk jeni më bakti, jeni një individ që ke një vlerë, ke një vot, ke një numër që në fundit i jep apo nuk i jep postin dikujt. Dhe po të dëgjosh me vëmendje, ka disa që thonë do të votoj për atë që dua unë, sa njerëz thonë që unë nuk kam hequr vizën gjithë. Ajo që kemi dashur të fuqizojmë jo kutit e votimit, kemi dashur të fuqizojmë qytetarin që hedh apo zgjedh mos hedh. Dhe në momentin që qoftë me debatet qytetare, kemi thënë di çfarë, këtu vendosni juve. Jeni ju ata që bëni pyetjet, jo një gazetar nga Tirana, jeni ju ata që i keni prioritetet, jeni ju ata që dini se ku ju pikon çatia. Madje në fund fare, kur mbarojnë të gjitha premtimet, jeni ju ata që si dëshmitar do nënshkruar një kontratë publike të noterizuar publikisht përpara të gjithë qytetarëve. Kjo mund të thotë që të votoni dhe që ose të mos votoni, por nuk mund të injoroheni më. Dhe kjo ka qenë më shumë mesazh, fuqizimi, të çoni një qytetar. Në qoftë se do të ta bëjmë me pyetje apo e ke diskutim të lirë. Nëse unë do u pyes ju, domethënë, koalicioni ka jetë në Genti do të flasë. Koalicioni juaj dhe ju personalisht keni jetë më të gjatë profesionale në shoqërinë civile. Ndërkohë, mjafti është një lëvizje me një kohë shumë të shkurtër, por që ka njohje shumë më të madhe në opinionin publik se ju. Si ndjeheni krahas kësaj? Jo dhe duke parë dhe në këtë dritë vështrimi të debatit, sepse është debat, zotërinjtë kanë pranuar për debat, janë të hapur. Unë do të filloja me këtë qasje dhe më t'jeve pak gjyra më optimiste. Në atë parë do të falenderoj do në përfajsues e gjithës mjaft, gjithë të rinë që janë këtu për protestat dhe për gjithë përpjekjet e tyre. Pra, ne duhet ta fillojmë me falenderimin një, duhet përshëndesim. Çdo lëvizje, çdo zhvillim, çdo përpjekje. Dhe duhet të pranojmë një gjë që shqetësimi, fillimi i shqetësimit për të shkuar te ndryshimi është një rrugë shumë e gjatë. Le ti marrim me radhë. Pra, lëvizja mjaft është një iniciativë shumë e bukur për të përshëndetur. Këtë besoj se të gjithë e pranojnë. Po e kemi thënë publikisht domethënë. E them publikisht. Antarët e bordit, ata që janë, nuk do ta paragjykoj, janë njerëz që besojnë. Pra të gjithë njerëz që besojnë në ndryshim, besojnë në terren. Dhe duhen përshëndetur. Nëse diskutojmë për projekte, nëse diskutojmë për strategjinë, nëse diskutojmë se si transmetohet kjo, është një diskutim tjetër. Kërkohet ka vlerësim. Të dytin jemi mbledhur në Stokholm, sepse për të parin e kemi bërë tash, jemi në një stad. Nuk është një informacionin tënd, por të parin e kemi bërë. Megjithatë unë desha ta përsërisë parësisht për dëshirën time që të fillojmë me këto gjëra pozitive. Tani, lidhur me koalicionin. Unë do thoshe që koalicioni ka një karakter tjetër. Domethënë koalicioni përbëhet nga 160 organizata, ka një sfidë në vetvete për të ngritur një koalicion organizatash, kur dihet që në shoqërinë shqiptare ndjenja e komunitetit, ndjenja e bashkëpunimit të shoqërisë civile ka rinisur. Dhe ne jemi të kënaqur edhe që e kemi mbajtur gjallë një këtë koalicion prej 3 vjetësh. Dhe ajo që është më interesante është që ka ardhur futur. Por janë të dallueshme do të thosha dhe nuk mundet të mbivendosin lëvizje me koalicionin. Koalicioni ka pas një strategji tjetër. Në përgjithësi, nëse do shikojmë disa botime të transparencës ndërkombëtare për organizatat DEG dhe kapitujt ka një strategji lidhur me mënyrën si veprojnë ato. Pra, kanë një bashkëveprim me qeverinë për të monitoruar reformat institucionale të qeverisë antikorrupsion dhe në të njëjtën kohë për të bashkëpunuar me iniciativa antikorrupsion.
Ajo që është e rëndësishme për koalicionin është që në 2 konferenca që ka bërë qeveria, koalicioni ka qenë partner dhe ka marrë pjesë në rishikimin dhe ndryshimin e strategjisë antikorrupsion. Ka iniciuar një ligj shumë të rëndësishëm dhe ka qenë pjesëmarrës deri në fund dhe i ka qëndruar në të gjithë seancat e debatit që janë bërë në kuvend lidhur me ligjin për deklarimin e pasurive, që është një instrument shumë i rëndësishëm. Pra, kemi të bëjmë me një ndryrje më shumë institucionale të shoqërisë civile. Kuptohet që unë përfaqësoj një organizatë tjetër, Gendi përfaqëson një organizatë tjetër që veprojmë dhe me punë në fusha tjera. Unë veproj në fushën demokracisë, në fushën e legjislacionit. Pra, secili vepron edhe këtë. Dhe deri si thon në këtë kohë, pjesëmarrja në koalicion ka qenë vullnetare, domethënë në forume, në mbledhje që ka zhvilluar. Pra, ka qenë një kontribut për të mbajtur gjatë bashkëpunimit. Dhe çfarë ka qenë e rëndësishme në këtë rast? Ka qenë shërbimi i informacionit, domethënë bashkimi i energjive, në pjesë të kohës tonë, sepse kuptohet korrupsioni është aq i shtrirë dhe prek aq shumë fusha sa ka nevojë nga të gjithë ne, si në sensibilizim, si në monitorim, si dhe në reforma institucionale. Gendi dhe unë veprojmë më shumë me pretendimin për analiza, për studime. Pas të dhënave të fundit një studi ndërkombëtar, ne rezulton që Shqipëria në shkallën e korrupsionit është ngritur në disa shkallë më lartë, nga vendi 92 mos gaboj, ka kaluar më lartë, pra korrupsioni, mund ta thonë. Do është tamam ajo që përmendni transparencë internetit. Po, e cila dakor, domethënë ju do të thoni që nuk ka pasur efektivitet. Është një sfidë e madhe. Profesionin tim për provokuar. Ne besojmë, mund mos kemi punuar sa duhet. Megjithatë unë desha jo sa duhet se gol, ideja është si duhet, se sa duhet është koncept. Megjithatë unë desha të them disa fenomene që shfaqen në realitetin shqiptar, të cilat mund t'i kisha dhe si sugjerime për lëvizjen mjaft. Çfarë shfaqet? Gjë e parë është kjo që në rast të parë ne kemi shumë vështirë të bashkëpunojmë. Dhe kur nëse unë analizoja projektet që ka zhvilluar koalicioni dhe ne do thoshim që shiko këto kanë pas më efekt se lëvizja mjaft apo këto. Këto domethënë nuk është kjo mënyrë e bashkëpunimit. Secili ngrihet mbi atë produkt që jep dhe reflekton. Ne besojmë për ndryshimin, përpiqemi, reflektojmë, ka indikator nga donatorët që na kontrollojnë. Buxhetet ne i kemi deklaruar dhe nuk është se ne vuajmë, shoqëria civile dhe organizatat që veprojnë në Shqipëri vuajnë nga mos absorbimi i fondeve në krahasim me vende lindjes me shoqëritë. Pra, që ato absorbojnë më shumë fonde dhe mund të menaxhojnë dhe mund të sjellin. Pra, ky është dhe një problem tjetër, megjithatë nuk duhet i futem kësaj. Domthonë problemi i parë duhet të thotë bashkëpunimi. Ne duhet të ngrejmë, të mbështesim mbi vlerat e njëri tjetrit dhe të ecim përpara. Çështja është pasiviteti. Ne presim të na vinë njerëzit. Për shembull, do të sugjeroja Erionit edhe të gjithë, mos presim të na vinë njerëzit, të shkojmë ne te ata. Për shembull, edhe ne si koalicion mund të themi që shikoj, ne jemi shumë presim kush të dojë le të vi, le të bashkohet. Nuk sfida sot është ti shkosh të trokasësh. Të thuash, shiko, ta bindesh tjetër të vi me ty. Kuptohet, domethënë kjo është sfida në Shqipëri, është shumë e vështirë. Domethënë vërtet është shumë e vështirë sepse nga një pjesë publike artificiale, nga një imponim artificial ka kaluar në një indiferentizëm dhe mosbesim ndaj gjës publike. Pra që të ballafaqohesh me këtë fenomen është një gjë shumë e vështirë. Pra, mos jemi pasiv, të shkojmë. Unë lëvizjen mjaft e shikoj duke mbështetur zotin Çani si një lëvizje shumë të gjerë. Nuk do të identifikoja me individ. Unë do të thosha që ta shtrini edhe në shtresa të ndryshme. Mund të jetë një antar këshilli bashkiak, mund të jetë një kryetar bashkie, mund të jetë një administrator. Në përshëndetjen që ka botuar transparenca ndërkombëtare, përshëndetjen e ka bërë presidenti i Kostarikës, që është antar i bordit të kësaj organizate, të cilët janë njerëz që janë administrat, një në punës, mund të jetë një gjyqtar, mund të jetë një prokuror, të cilët kanë treguar se duan të luftojnë korrupsionin, i thonë mjaft. Dhe unë mjaft e shikoj në sensin në veprimin individual. Ne të gjithë veprojmë, duhet veprojmë në kuptimin mjaft. Shembulli sot është janë këto vajzat e reja dhe këto djemë të ri, të cilët i kanë superuar barierat e organizimeve. I lutem regjistë ndërkohë i kaloj në monitor protestën. Këto shqetësime sepse i kam edhe
këto janë një reflektime dhe për punën tonë, në kuptimin e bashkëpunimit, pra me shtrirjen. Çfarë mund të thosha tjetër? Domethënë, tjetër është që duke patur përfaqësues të medias këtu. Ka një perceptim shpeshherë që ajo që duket në media, ajo është puna. Mos harrojmë që nuk është gjithmonë në mënyrë realiste. Ka shumë njerëz që punojnë. Ka shumë njerëz që përpiqen të thonë mjaft këtyre fenomeneve, në sjelljen e tyre si në familje, si në shkollë, si në punë, në aspektet. Pra, po janë të padukshëm. Dhe shpeshherë bien në këtë që nuk është e dukshme. Vërtet ky është një problem. Për shembull, ne në një reflektim që kemi bërë mbi koalicionin, në punën tonë nuk e kemi prezantuar sa ç'duhet. Mund të jetë një mungesë bashkëpunimi me median. Mund të jetë jo ajo transparencë që duhet. Mund të jetë jo ajo strategji e duhur, sepse mendon se duhet të zhvillosh punën, të bësh punë, të bësh ndryshime institucionale, ngritje kapacitetesh dhe monitorime, por nuk është shumë e rëndësishme çdo gjë të bëhet publike. Pra që ne jemi këtu, ne kemi bërë. Pra, këto janë planin për të bërë. Në luftën kundër korrupsionit është e rëndësishme të bëhet çdo gjë publike, madje është shumë e rëndësishme. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Jo, jam shumë dakord. Të flasim në rastin e një shpikje, pastaj le të merret ai që merret. Jam shumë dakord. Domethënë, faktikisht në çështjen e sensibilizimit, në përhapjen, unë jam shumë dakord që ne nuk kemi bërë sa duhet publike. Nuk e kemi mund të flasim, nuk kemi bërë një ligj konkret për deklarimin e pasurive zyrtarëve të lartë shqiptarë. Ne po jo themi që me atë ligjin nuk e di se çfarë bëhet, janë botuar disa të dhëna edhe në internet të qeverisë vetëm, ka një debat shumë të madh të parlamentarëve dhe të njerëzve që duhet deklarojnë pasuritë, që thonë jo, ne i deklarojmë, por nuk duhen bërë publike. Është vazhdon ne po e ndjekim zbatimin. Ajo që është rëndësishme. Po të themi gjë, domethënë aty u zgjodh një njeri në krye të komisionit që ju siguroj unë tashti që nuk ka për të bërë kurrë ndonjë në gjë të drejtë atje. Pse? Sepse është zgjedhur me një skemë të tillë që mos bëj asgjë. Nuk po e paragjykojmë, ne kemi bërë protestë edhe gjatë procesit të zgjedhjes. Ajo që është e rëndësishme që ndonjë njeri e shikon këtë emisionin tonë. Dhe unë po ju them këtu. Po ju them unë këtu që domethënë në deklarimet e pasurive ka disa ministra, duke filluar që nga kryeministri, që ka deklarime të rreme. Dhe t'i vërtetoj që nesër sepse i ka të publikuar në mbështetërore. Faktikisht është kjo që domethënë duhet të përshëndesim anët e mira, domethënë bashkëpunimi që kemi me njësinë antikorrupsion, në mënyrë se si ata janë hapur dhe është krijuar një bord monitorimi antikorrupsion dhe janë me 3 palë, njësia antikorrupsion, prokuroria dhe koalicioni antishqiptar kundër korrupsionit, janë sense pozitiv. Pra, strategji që kemi ne nuk kanë qenë konfrontuese në çdo rast, por në asnjë rast nuk kemi lënë pa reaguar. Megjithatë, këto janë strategji që zgjedh. Unë jam shumë dakord me atë, ne duhet shkojmë deri në fund, edhe standardet. Janë krijuar instrumentat në ligjin e ri për deklarimin e pasurive për verifikimin. Dhe më pas do shkojmë këto instrumente që i ke për verifikim, që nuk janë zbatuar. Megjithatë, këto i kisha në mënyrë dashamirëse dhe sugjerime për këtë lëvizje. Unë do thosha që këto duhet të plotësojnë dhe duhet të ecën dhe duhet të inkurajohen. Ne kemi nevojë për të inkurajuar çdo iniciativë. Dhe duhet të ngrimin mbi vlerat e njëri tjetrit. Pra, duhet të mbështesim njëri tjetrin në projekte dhe në të njëjtën kohë duhet të jemi shumë objektiv edhe në kritik ndaj vetes. Unë të gjitha këto që i thash i kemi edhe për punën tonë. Shikoj si e kam marrë, ku është shqetësimi im që kam marrë pjesë sot këtu dhe kam marrë në këtë emision. Shqetësimi im qytetar është ky. Po bëhet një lëvizje që është shumë e mirë. Çfarë mundësish ka për të bërë më e mirë? Është bërë një koalicion kundër korrupsionit që për fatën e keq unë vazhdoj të kem sot ato vërejtje që kam bërë për të koalicion këtu e 3 vjetë përpara. Sepse, po ju them një fakt, domethënë shoqëria civile shqiptare për fatin ton të keq krahasohet aty me gjykata tash në të dhënat e opinionit për nga korrupsion. Çfarë do të thënë kjo? Pse ndodh kjo gjë? Sepse ne kemi parë që në Shqipëri janë bërë NGO-t i llaftari që s'po merret dhe çfarë bëjnë? Në fund fare produkti i tyre nuk është në intervizim. Këtë e kemi parë dhe në një vend tjetër. Është, shoqëria civile duhet të jetë një pjesë e kësaj gjithë shoqërisë tonë. Kurse kjo shoqëria civile me ofertën e parë që i bën politika, është fare e gatshme të kalojë nga civile në politikë. Shembull këtu besoj nuk duhet të jap një nga një se ka sa duhet. Domethënë, çfarë duhet të them me këtë? Domethënë që shoqëria civile nuk e ka krijuar atë
profilin e vetë ashtu të fort dhe të mirë si që duhet, që jo një ofertë për të bërë ministër, apo për të bërë këtë jonë drejtori për gjithë zënë këtu, apo të marrë një post atje të ofrorë. Shoqëria civile do të ketë një fytyrë vetëm që të thotë jo, unë kam marrë për këtë punktu. Unë jam i Zotit të bëj këtë punktu. Ti bëj atë atje dhe unë do bëj këtë timen këtu. Dhe unë kështu e mendoj, dhe unë në kuadrin e mjaftit, dhe unë mjafti është një gjë që ngacmon, sepse në qoftë se koalicionin shqiptar për antikorrupsion e njoh vetëm me gërmat AC, mjaftin e kanë dëgjuar, e kanë ndjerë në një lloj mënyre, e kanë prekur, e kanë perceptuar. Kjo ndodh mbase sepse këta janë më të ri. E vetmja domon bashkohet edhe me shqetësim konkret qytetar. Vetmja gjë që më vjen keq këtu, dhe këtë e theksoj prapë, dhe do ta theksoj sa herë të më jepet mundësia, është që ne konceptojmë gabim. Kur ka filluar koalicioni për korrupsion e antikorrupsion, është filluar shumë keq, është filluar mbi bazën e njohjeve personale. Domethënë, janë lajmëruar ata që njihesh. Nuk u përdor dhe unë një nga gjërat që kam pas vetë atëherë ka qenë kjo. Më vjen keq që dhe ke bordi mjatë janë po ata njerëz që unë kam parë, që shonë në të gjitha vendet, ja thash bardhi këtu dhe ja thash edhe Tanoxhës po të ishte. Dhe këtu dhe këtë të njëjtë persona. Shikoj, Shqipëria ka shumë të tjerë. Ka njerëz që merren për ditë, luftojnë për ditë me këtë punë. Po të ishin student, ju siguroj që do ishin edhe më aktiv mbas. Ku diun, ky është ndoshta mendimi për të konfirmuar ajo studentët, nxënësit e ri janë aktiv. Jo, s'është ai është, ai është një pjesë, një dimension në bord. Po. Të ngeni do më falë shtet. Me që u përmend për herë të dytë, që me që Bardhi të Tanoxha janë tek i njëjti bord tej dhe tek i njëjti bord andej. Si shtimër zotëri e krenar për faktin që bën gazetarin tënde dhe të njohin një pjesë, do del edhe një emision dhe një emision tjetër. Ke mundësitë tua, dhe unë jam shumë krenar, po të them me sinqeritet të gjë. Shumë krenar dhe besoj që edhe Tanoxha duhet të po aq krenar, nuk po të bëjmë mbrojtje personale as timin as atij, por jemi shumë krenar që përpiqemi edhe ke koalicioni antikorrupsion. Të lutem ta marrësh unë të freda. Jo, po të lutem. Tu ti e ke kuptuar një gjë së prapte. Jo, po të lutem më zotëri. Po më lër kuptuar së prapte ti kupton se kanë me Bardhin. Po jo, më kanë me Bardhin, kanë me Mjaftin, kanë me koalicionin shqiptar, kanë me gjitha këto çka kanë që ta zgjerojnë ata, jo ti je shumë i mirë. Unë nuk mendoj që ti je ai i mirë që do të jesh dhe këtu dhe këtu. Po pse mos je? Ti je domosdoshmë po ti je për një vend se ka dhe të tjerë. Po pse mos je më zotëri? Unë vetë vullnetarisht tek Mjafti. Të lutem se është çështje mbase parimore. Ne nuk e kemi bërë me njohje personale sepse Shqipëria është shumë e vogël dhe unë i njoh 180 organizata që janë anëtare, i njoh personalisht sepse kam punuar më parë, punoj më mbrapa ka të tjerë që i njoh Rishta, siç është rasti i Erionit, që kam njohur më pas. Po kjo nuk do të thotë se me që unë i njoh, kjo që nga personale. Në koalicion janë ftuar të gjithë, ke qenë i ftuar edhe ti. Edhe s'ka marrë pjesë nga koalicioni. Ke ikur nga koalicioni në mënyrë sepse mënyra se si u ftova, domethënë, ti mirë, po nuk besoj që është e rëndësishme. Po është mjaft e rëndësishme sepse ti bën një konkluzion që media tani nëpërmjet këtij kanali po e përcjell. Është kjo që ti thua, është një konkluzion i yti personal, po nuk është afspak i imi, dhe po ju them, është e papranueshme që thuhet që kjo gjë është bërë në baza personale, por u them korrupsionin në baza personale? Po. Njoftimet e koalicionit e them prapë përsëri të kam thënë me shkrim. Po nuk ka sens kjo që thua. Po. Më fal. Edhe një herë për përsëri. Ju jeni të rritur nga koalicioni. Të lutem. Mos e kalojmë në plan personal. Të lutem se nuk është personale, po është rritur nga koalicioni, duke pretenduar që nuk ka transparencë. Po. Dhe janë bërë ftesat në pampanje. Po, vazhdo, do të imbrojimi, po. Kërkojmë ndjesë. Unë kam pasur vështirësi të marr pjesë në debat sepse për segmente të rëndësishme të tij u reduktua në një vlerësim të eficiencës mjaftit për cilin unë di shumë pak. Sado blasfemike që mund duket si antar i shoqërisë civile që jam, megjithëse ky është një term jo shumë shkencor që apo përdora, nuk di mjaft për këtë punë, aq sa duhet. Unë më duket se ju keni një ideal në kokën tuaj që përbën piknisjen e qasjes të ky problem. Juve mendoni një shoqëri civile ideale është ajo ku aktive, është ajo ku afati kohor nga lindja e shqetësimit deri tek manifestimi i tij në forma të ndryshme është shumë i shkurtër. Pra, dëgjon një lajm që dikush është keq trajtuar në kufirin grek dhe del me njëherë në rrugë. Natyrisht kjo është një formë shumë efikase, klasike e protestës qytetare, e mirëpritur, dhe në këtë linjë ka ecur të fushata mjaft. Po është naive të mendosh që vetëm me këto forma mund t'i adresosh në thellësi problemet e shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare ka probleme afatgjata që janë atje për ditë, tek të cilat duhet një qasje strukturuar. Në zyrat e institucioneve të shoqërisë civile shqiptare punohet për ditë, 8 orë në ditë. Ka probleme afatgjata që duhen trajtuar në mënyrë strukturore.
Për sa i përket lëvizjes mjaft, ajo ka limitet e veta. Quhet lëvizje, si lëvizje është destinuar të mbarojë në rast se nuk evoluon në një formë organizative. Nuk ka ndonjë blasfemi këtë mes, përsëri KSB-ja është bërë OSB, pakti i stabilitetit është në atë rrugë, kështu me radhë, është normale. Objektivat janë afatgjata dhe duhen ndikur në mënyrë afatgjatë. Këtu në këtë studio me zotin Çani kemi folur për problemet të qeverisjes në Shqipëri, si për shembull për drejtën e informimit, e cila, për dijenin tuaj, është midis tjera është edhe produkt i kontributeve të shoqërisë shqiptare. Nuk ka asnjë strategji madhore sot në Shqipëri të qeverisjes që të mos jetë edhe pjesërisht produkt i qeverisë shqiptare. Po e filloj me kushtetutën. Një shoqërisë qytetare duhet të thënë termi shkencor se ka të objeksion. Nuk jam shkencëtar i kësaj pune, por që do më falin me konfundim me termat. Duke filluar që me kushtetutën, strategjinë e decentralizimit, reformën e shërbimit civil, reformën administrative. Në të gjitha këto, organizatat ndryshme të shoqërisë civile shqiptare kanë kontribuar, kanë depozituar materiale, pikpamje, versione, të cilat shpeshherë kanë marrë formën legislative. Por këto nuk bëjmë buj, sepse nuk kanë formën e një dore që thotë mjaft, cilën shohin të gjithë, pavarësisht nga niveli intelektual. Tash problemi është që këtu këto gjëra duhet të jenë komplementare. Tek sa mora shembullin e të drejtës informimit, ne kemi konstatuar së bashku që juve jeni ndoshta shqiptari vetëm që po përfitoni nga sistemi modern i drejtës informimit që ka sot Shqipëria. Pse? Sepse aty mungon lënda e parë. Njerëzit nuk janë të sensibilizuar. Pra, ai produkt i shoqërisë civile shqiptare, që është sistemi aktual shqiptar i të drejtës për informim, në rast se plotësohet me qytetar aktiv që kërkojnë të përfitojnë prej tij, mund të funksionojë. Dhe këta qytetar aktiv i siguron një lëvizje tipit mjaft, ose një lëvizje e ngjashme. Pra, unë besoj që pavarësisht nga rezultatet e dobta, këto janë ato që thatë ju përbën testin përfundimtar të efektivitetit të shoqërisë civile në Shqipëri, pra nëse Shqipëria e nisi në vendin 82 dhe përfundoi në vendin 92, këtu ka diçka që nuk shkon. Megjithatë, besoj që sinergjia midis formave të ndryshme të kontributeve është përgjigjja e vetme për është mundësia e vetme për të dhënë një hop cilësor luftës kundër korrupsionit, eficiencës qeverisje e kështu me radhë. Po, sigurisht, domethënë ju thatë që cilësohet në dimensionin naiv. Ndoshta nuk është një informacionin tuaj, por ky është një dimension personal, por dhe redaksional tashmë i televizionit, për të bërë më efektive, ku ka një shqetësim, ka një objeksion, i cili është në korë në shoqërinë shqiptare, ka si klasës politike, ka si produktit që kjo klasë politike jep Shqipërisë. Dhe ne, unë personalisht, në këtë televizion, kam filluar me përgjegjësinë e medias, kam pyetur kryeredaktorët e ndryshëm të gazetave, pse nuk kemi një opinion publik të tipit europian. A i kemi bërë ne detyrën si media për ta insensibilizuar këtë shoqëri që ka këto të drejta, ju referuat të drejtës informimit dhe një bisede që keni bërë me Çanin. Ndërkohë, nuk keni informacion për një bisedë tjetër që kam bërë në këtë studio me përfaqësues të Parlamentit shqiptar, të asaj pjesë të shoqërisë civile, e cila në përgjithësi në emisionet e mia merr pjesë rregullisht, pra unë asnjëherë nuk e kam injoruar, e kam ftuar vazhdimisht të japit zërin e saj përballë klasës politike, dhe sigurisht këtë nuk dua ta lë në dimensionin e një këngëtari që këndoni vetëm. Edhe këtë e kam gjetur te politika redaksionale e këtij televizioni, që po e bën sot edhe këtë debat. Pra, ju me të drejtë në planin teorik, sot është shqetësimin tuaj, por në këtë televizion ky shqetësim ka gjetur gjithmonë përgjigjen e tij efektive. Do të në këtë plan është dhe ky debat sot, dhe unë e kam thënë Erione, që është drejtuesi kryesor i kësaj lëvizje. Ja u bëj oponencën, sepse do vite shumë keq, e thash dhe në fillim të emisionit, edhe në një farë mënyrë edhe bordit, në emisionin e parë që kam bërë për lëvizjen mjaft, djemtë e mjaftit i vura në panelin e dytë, sepse unë mendoj që përgjegjësia, sigurisht mundem gabim, ta diskutojmë, më e madhe qytetare është e këtyre zotrinëve të cilët përfaqësojnë përveç idealizmit të rive, edhe një përgjegjësi qytetare për të ndryshuar. Pra që kjo lëvizje që u tha a priori nga të gjithë shumë pozitive, të marrë dimensionin e saj në këtë pozitivitet në strategjinë e saj dhe në formën e saj, për ta sensibilizuar qytetarin atje, i cili mund ndryshoj. Gjakmarrjes nuk mund t'i thuash mjaft në atë dorën që ti e fikson dhe që ka funksionin e memorie subjektive shumë edhe objektive shumë eficiente. Por ai që vret nuk mund ta lexoj kurse si këtë. Ai që vret nuk mund ta lexoj kurse si ka gjë, edhe një konferencë të bërë në Shkodër.
Këtu duhet quar kulturë. Edhe unë i kam thënë këtyre djemve dhe në emisione që shkoj. Ju bëni koncerte në qendër të Tiranës. Ju bëni takime, mund të hidhni një sy këtij manualit, të cilën kanë shpërndar tek studentët e ri. Është shumë pozitive për dimensionin e zakonshëm të shoqërisë qytetare, jo civile si thatë ju. Por nuk është aq sa kërkoj unë nga kjo lëvizje, e cila për 6 muaj u bë shumë publike. Gjuna të dimensionohet domethënë oponenca, thash, Orioni tha hajde në bord, unë jam në bord, unë po e bëj pjesëmarrjen time në bord nëpërmjet kësaj. Dhe po e bëj mirë. Një moment më informoj Erioni që është kjo protestë, unë shkova të nesër me emocion, sepse lexova që dhe në Shqipëri ka ndryshe për si e pranverë në këtë dimër. Por ama Erioni më kthen në përgjigje që ishte me studentët edhe po bënte orientime studentor, dhe sigurisht unë ndjeva keq. Edhe ku nuk pash asnjëri nga bordi aty, sigurisht unë ndjeva keq, më kujtua i ftohtë i kësaj shoqërie. Ndoshta po themi të njëjtën gjë me tema të ndryshme, sepse duhet një qasje e kombinuar, duhet për gjakmarrjen, duhet një qasje legislative tek problemi, që mund ta bëjë organizata SPOL-it, duhet një qasje institucionale, që mund ta bëjë organizata ime, duhet një qasje sensibilizuese, që mund ta bëjë mjaft, e kështu me radhë. Unë prandaj kisha ftuar në një emision ku ishin përfaqësues të klasës politike. Kërkova disa djemë dhe merrën vetëm 2. Jo, unë kam vetëm një merak, që mos e shikoni si diçka të keqe tendencën për burokratizim, edhe të lëvizjeve si mjaft. Është normale, domethënë vërtet mund mbasësh pak shpirt, por do fitosh në eficiencë. Është një balancë që duhet bërë dikur, sepse më duket se ky është pak shqetësimi juaj që këto humbasin qytetarin këto lëvizje, aq më tepër organizatat si punë organizatat tona që janë më stabilizuara. Nuk e kam, është i vjetër në historinë shqiptare, prandaj duhet ndryshuar. Po. Se kisha edhe një shqetësim tjetër. Një nga problemet që kemi pasur nga koalicion ka qenë objektivat, përcaktimi i objektivave. Në përgjithësi ne jemi mësuar që të vëmë shumë objektiva. Ato që duam të arrijmë, kërkojmë të arrijmë shumë. Duam pretendime sepse vërtet shoqëria shqiptare që në fillimet e saj ka qenë gjithmonë me pretendime të larta, me të drejtë. Por nuk ka patur informacionin dhe ato njohje për sa i përket punës që kërkohet, zhvillimin që kërkon. Dhe ne jemi duke reflektuar tani për objektivet që kemi vënë, për atë strategji, për atë plan veprimesh. Kemi pretenduar shumë për shikohet, sepse ajo të nxjerr më pas të dekurajon. Unë do të sugjeroja këtë, përcaktoni objektiva afat shkurtë dhe afat gjatë, po jo objektiva të mëdha. Dhe sepse objektivat shumë të mëdha që ne pretendojmë, orientimi studentor nuk është objektiv i madh. Kemi më konkret domosdoshmë. Domethënë dhe sepse objektiva shumë të mëdha të dekurajojnë. Dhe tjetra që do thosha është kjo që nuk duhet të lëshoni asnjëherë. Nuk kemi lëshuar, ti je i sigurt. Sepse po nuk do u lëm tash Erioni. Prandaj e kemi si në debat, mos u lëm ti të lëshoni. Lëvizjet në Shqipëri për çështje të tilla që lidhen jo me çështjen e korrupsionit. Këtu lidhet me çështjen e konceptit ndaj ligjit, lidhet me konceptin ndaj rregullit, konceptit të punës, individualizmi, konceptin e lirisë. Ndërthuren shumë vlera të një shoqërie të zhvilluar që pra dhe duke pretenduar shumë, duke patur këto kërkesa nga njëherë me të drejtë për ta vënë përpara, mundet të dekurajoheni. Unë do thosha që duhet lëshoni dhe në mënyrë më realiste në përcaktimin e kësaj dhe ajo që do thosha është një gjë, në mënyrë aktive për të ashtrirë bashkëpunimin dhe për të plotësuar njëri tjetrin. Po unë do thosha diçka. Objektivat mëdha dhe objektivat vogla. Mjafti është një segment në gjithë ngrehinën e madhe të shoqërisë civile shqiptare. Dhe në 6 muaj ka arritet e veta, dështimet e veta ndoshta. Shoqëria civile shqiptare në 12 vjet, sepse vjen nga një periudhë e gjatë kur nuk njihej as si koncept, dhe nuk kishim asnjë shembull, ka arritet e veta. Koalicioni shqiptar kundër korrupsionit para 3 vjetësh u krijuan në një sallë me 60 organizata, të cilat bën një listë aktivitetesh që i vunë vetes qëllim, dhe Sokoli e di dhe Genti se kanë qenë fillimet e kësaj pune, dhe kanë dhënë ide kryesore ndoshta në këtë listë, dhe ajo nuk mund të realizohet as për 10 vjet, po ne menduam se mund ta bënim për 1 vit, dhe merrni dhe lexojeni, është plani punës që ne i vunë vetes për 2001-2002. Dhe ne kemi realizuar një përqindje të vogël dhe do detyruam të rivlerësojmë edhe një herë objektivat tona. Dakor. Edhe në rastin e mjaftit, edhe në rastin e koalicionit, edhe shoqëria civile shqiptare, përfaqësuesve të mediave kur i kam thënë.
ta më rejtë. Po më rasin e koalicionit, po ish mangën mjaftit, po për fatën kam privilegjin që jem në të dyja. Po më rasin e koalicionit, kur është filluar këtë punë, shumë pak njerëz e merrnin seriozisht. Madje shumë njerëz edhe të njohur mua më qeshnin që do luftoni korrupsionin, ç'është kjo punë. Ndërsa sot ne pretendojmë se kemi disa arritje në këtë koalicion. Kemi bërë një vit 92-shin. Nga 92, nga 82 në 92-shin. Jo, edhe ajo ka një interpretim të vetin. Sepse nuk kemi ne të korruptuarit. Është qeveria që e bën. Po kjo ishte pyetja që doja të bëja. Më fal. Jo, ajo dihet shumë mirë Artur. Artur, ajo dihet shumë mirë sepse unë e kam thënë një emision për korrupsionin, kam një më të madhe, kam thënë ylli popull dhe unë e vlerësoj shumë, ka thënë që nuk e di se sa i korruptuar jam. E para thotë se s'ka ndonjë indikator që po ta vete, ta nxjerr të tregoj se sa jam. E dyta thotë se duhet kam vënë vend e punë që nuk nga ardhë dhe në ofertë. Jo, ka indikator që e masin dhe ne po bëjmë një vëzhgim shumë shpejt. Që janë standarde dhe matet, për shembull presioni korruptiv. Ai që kalon në 82, 92 sigurisht ka standarde që vjen njëri apo tjetri domethënë për këtë gjë. Është një gjë, një praktike e njohur në Shqipëri. Ne nuk është se nuk kemi për vëzhgime të mëparshme. Dhe rezultatet janë për mua pozitive. Shoqëria civile shqiptare arriti që ta bëj termin çështjen e korrupsionit ta bëj të ndjeshme edhe për median. Se deri para një viti e gjysmë media botonte rregullisht ato që i përkisnin grupeve të caktuara të interesit politik në njërin krah të maxhorancës apo në krahun tjetër brenda maxhorancës ose nga opozita vetëm, që kuptohet ka interesin politik dhe e ka ngritur gjithmonë për përfitimin e vet politik. Por sot i ke lajme që krijohen dhe televizionet të ndryshme që vinë dhe luten për informacionet që mbledh qendra për zyra për mbetjen e qytetarëve. Vinë dhe marrin informacion, marrin lajm dhe bëjnë objekt të tyre. Unë bashkëpunoj rregullisht me këtë zyrë për t'u informuar në kontekstin juridik, po. Ju vetë komunikoni për këtë. Po. Atëherë unë do bëj një pyetje që e kam bërë drejtuesit media. Padyshim kjo situatë është edhe përgjegjësi edhe e medias si shoqërisë civile. E problemi është dhe mos e shajm lulën me ai ka justifikuar shoqëria qytetare, i referohem objeksionit, në të vetën në këto vite për të qenë efektive, për të ndryshuar diçka. Kush do i let përgjigje? E doni si po apo jo përgjigjen, ju duket? Jo, sigurisht po apo jo, plus njerëzit në rrugë vërtet. Këtu jemi. Jo, unë e bëj me po apo jo. Sigurisht pyetja është sipas formimeve të secilit. Mua më duket që ka një rritje të efektivitetit të punës së shoqërisë civile. Gjenti përmendi një listë reformash që janë bërë në Shqipëri, u tregua modest, sepse ligjin për drejtën e informimit, që të dy bashkë me Sokolin, kanë qenë në grupin e punës që e kanë shkruar. Dhe e dim përmendesh në paragraf për paragraf se kanë shkruar me dorën e tyre, pavarësisht se u miratuan qeveri në parlament më pas me një vullnet absolut dhe me gati dhe me një ignorancë absolute, sepse askush nuk mendonte se do të përdoren ndonjëherë. Arturi e përdor me shumë sukses. Nuk më intereson ta them, po ta dinë ata që kanë dorë nuk më japin asnjëherë më aty. Se ka ca gjëra ose më srollacin shumë. Jo më srollacin, është edhe një gjyq kryeministri për këtë gjë. Nga një shoqat. Po, në fakt kryeministri shqiptar ja kam kërkuar unë publikisht në një emision këtë gjë. Për të njëjtin dokument është edhe një gjyq. Tashi 5 organizma të shoqërisë qytetare po e bëjnë zyrtarisht këtë. Ja, klasën politike po refuzojmë, kryeministrit kanë hedhur në gjyq duke shfrytzuar ligjin që është bërë para 4 vjetësh. Po. Sepse i kërkojmë përgjegjësi vetëm klasës politike për gjë të lloj, po duhet i kërkojmë edhe vetes, domethënë. Unë do thoshe që shoqëria civile si të gjitha institucionet shoqëria civile si të gjitha institucionet në Shqipëri është në zhvillim, është një periudhë tranzicioni. Ajo që unë do të quaj pozitive që ka një ngritje është zëri më i fuqishëm i saj në raport me qeverinë. Në të gjitha takimet që kemi patur dhe në aktivitetet që kemi parë, ne kemi parë, si thonë kemi vlerësuar që ata i marrin, i dëgjojnë me vëmendje dhe e shikojnë që ka një zë më të fuqishëm. Roli monitorues, ajo që instrumenti monitorimit mendoj që do të jetë një nga drejtimet kryesore të koalicionit, monitorimi i legislacionit. Ne kemi patur një zhvillim aq të shpejtë të gjithë sistemit ligjor, filluar nga kushtetuta dhe këtë, kur nuk është vlerësuar zbatimi, ndryshimi në praktikë. Dhe tani shoqëria civile, sepse në këtu në parantezë duhet të them që kur flitet për shoqërinë civile, shpeshherë identifikohet një grup i caktuar, por shoqëria civile është shumë e gjerë. Dhe janë shumë aktorë të tjerë të shoqërisë civile që faktikisht nuk ftohen, që duke filluar që nga sindikatat, por shoqëria civile është dhe një shoqat gjyqtarësh. Ajo vepron për atë
subjekt... Ajo vepron për intereset e saj, ne veprojmë në një fushë tjetër. Pra, shoqëria civile është shumë e gjerë dhe nuk do të shpeshherë sfida një shoqërie civile është ku ta mbajtë integruar në interesat për zhvillimin publik, sepse një biznes, një shoqat biznesi vepron për atë, shoqata e ndërtuese vepron për shoqatën e ndërtuese në raport me qeverinë. Thotë aty biznesi, legjislacioni, pavarësisht se domthonë ne gjejmë pikat e përbashkëta. Pra, që ta përmbledh ka një gjë që ka shumë lëvizje objektive në shoqërinë shqiptare që lidhen dhe me biznesin dhe me informacionin. Do thosha që një nga zhvillimet shumë pozitive është informacioni, media, siç është dhe rasti i televizionit tuaj, të cilat po e forcojnë zërin në bashkëpunim edhe me këtë aktor të shoqërisë civile. Vetëm për këtë, flasim shpesh për shoqërinë civile, në një përcaktim, definim teorik, në një artikull teorik kam lexuar që shoqëria civile është çdo gjë, çdo grupim interesash, edhe dy keqbërës, edhe dy çfarë kriminalë të tjerë. Grupohen me njëri tjetrin dhe jo, është ky përcaktim teorik shoqëria civile, kështu që sa më pak ta përdorim domethënë aq më pak konkluzion do organizmat jo pritin pruar, por janë për ta mbyllur. Për organizmat jo vetëm pruar, sepse unë vetë personalisht jam këtyre që vetëm janë në Shqipëri, nuk jam pjesë e këtij 12 vjeçari kontributi që është dhënë. Kështu që nuk janë kjo ma heq të drejtën për ta vlerësuar këtë si ashtu. Duhet bëj vetëm disa sqarime që mendoj që janë detyruar si drejtori i lëvizjes mjaft për të thënë disa sqarime të vogla. Mos e mitizoni punën e bordit. Disa njerëz si puna ime që kishin kohë që jetonin jashtë, disa të rinj të tjerë që janë jo pak, u duhet një mendje më ekstra. Kështu që thirrjem një bord njerëzish. Kanë qenë 10, tani janë bërë 20. Kemi njerëz nga Kosova, kemi njerëz që jetojnë dhe në Gjeorgji, kemi njerëz që jetojnë dhe në Amerikë. Kemi njerëz që punojnë dhe në administratë dhe kështu që e pranoj vërtetën, e kemi rregulluar tashmë teksa po flasim. Vetëm vërtetja nuk ishte për ju, ishte për bord, jo vërtetja, nuk ishte. E kuptoj, domethënë ishte diçka këshilluese. Në rastin e zotit Çani, unë jam qenë i pari që kam dërguar gjithë kontaktet e emailët e fakti që u gris këmisha juaj në një konflikt me një ushtar të gardës. Ishte pikërisht ju që vajtët dhe gjetët stre për këtë shqetësim tek shoqëria civile, te një organizat që e bëri shqetësimin tuaj publik. Prandaj, ajo që po them është ka dy qasje. Një qasje është eja t'i bëjmë auditimin e tjera, qasja tjetër është si mund t'i bëjmë i krah. Edhe këta djemë dhe vajza, ajo që uroj për ty është që mos të dekurajojnë nga këta dhe të kuptojnë vërtet që është me efekt vërtues. Pjesa më idealiste. Ajo është vërtet pjesa më idealiste dhe kam frikë që ajo është pikërisht ajo që po dekurajohet. Me komentet rreth doja të ndoshta nuk e di që ne kemi shumë nevojë për idealizëm shoqërinë shqiptare. Ajo është me që edhe vjen nga jashtë në këtë plan, unë doja ta mbyll emisionin. Po. Do dini një gjë domethënë që të antarët e burgut aty janë vullnetar. Unë bëj një punë profesionale që më kushton kohë shumë të gjatë, megjithatë gjej shumë kohë të kushtoj mjaftit dhe bëj vullnetarisë me dëshirë më të madhe. Si unë e bëjnë dhe plot të tjerë. Dhe përveç kësaj mund të vendosim në dispozicion mjaftit të tëra, unë në rastin konkret mund të vendosim informacion kur mjafti ka nevojë, ose mund të jap në një ide se si mund ngrihet një informacion. Edhe këtë doja të shtoja për bordin. Bordi është vullnetar. Unë dëshiroj që të ishte bordi është vullnetar dhe e vendos. Nuk e thash që bordi të merr lekë, domthonë edhe jeri. Të kuptojmë qartë. Nuk ka të bëjë me lekët. Shiko, kjo që është vullnetar, nuk do të thënë që s'ka vullnetar tjerë. Në planin e përgjegjësive, atëherë për ta mbyllur, të nderuar teleshikues, do doja të përshëndesa në mënyrë të veçantë ata këta 5 që e kaluan dimensionin e shoqërisë të organizuar qytetare me atë protest. Shpresoj që tjetë dallandyshja e parë dhe të vinë dhe të tjerat së bashku, padyshim me të gjithë pjesën tjetër shoqërisë civile. Ju falenderoj që ndetët dhe ndoqët debatin ton. Shpresoj të jeni pjesëmarrës në shoqërinë civile. Ja kam bërë edhe një emision tjetër. Bëuni pjesë në lëvizjes mjaft, jepni kontributin dhe juve që sigurisht në dimensionin jo të thjeshtë një lëvizje të disa persona, po të asaj që ka nevojë shoqëria shqiptare. Natë më mirë të gjithëve.